Mirëmbrëma të nderuar shikues, jemi përsëri me ekipin e emisionin qendror sportiv këtu në ATV. Fillimisht ju urojmë festën e Fitër Bajramit, duke shpresuar se keni kaluar një ditë të mrekullueshme me të afërmit tuaj dhe keni kaluar një muaj fantastik të Ramazanit. Rikthehet ekipi kështu, rikthehet edhe Bajrami njëkohësisht. Për Bajram. Edhe do të flasim si gjithmonë për Superligën e Kosovës. Urime për gjithë besimtarët musliman festa Fitër Bajramit edhe nga unë. Drita me një fitore të thellë, mbase më të thellën e histori, ndaj rivalit lokal Gjilanit, Prishtina që kthehet e fitoria pas një 4 muajsh, ose kishim harru kur ka fitu për herë të fundit, kurse skuadrat tjera në pjesën e dytë të tabelës që luftojnë me gjithë shka që kanë në potencialin e tyre për t'i ikur një pozicioni që dërgon në ligën e parë edicionin pasues. Superliga kthehet tjetë shumë interesante në këtë pjesë pas pauzës së ndeshjeve kombëtare. Kur flasim për pauzën e ndeshjet kombëtare, patjetër që duhet veçuar edhe një herë triumfin e dy fesht të Kosovës ndaj Islandës dhe kualifikimin e kombëtare në ligën B. Dhe për gjitha këto do të flasim me të ftuarit tanë të sonte. Si zakonisht, me ne zoti Sami Sërmagjaj, trajneri i futbollit dhe analist zoti Sërmagjaj, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje për juve. Si zakonisht, kemi analistin tonë, Arsim Prepolli, mirëmbrëma Arsim. Mirëmbrëma juve. Me ne është edhe trajneri i mirënjohur i futbollit zoti Ganis Sidiu. Zoti Sidiu, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje, mirë se gjeta, faleminderit. Sonte kemi kënaqësinë të kemi trajnerin Qendrim Kida, mirëmbrëma trajner. Mirë se gjeta. Si edhe futbollistin e njërës prej skuadra më në formë aktualisht, Perizajt Erion Sadriun. Përshëndetje Erion, mirë se erdhe. Urime fitoria ndaj Dukazhinit. Mirëmbrëma, faleminderit. Por para se të flasim në studio, do të kemi një lidhje të drejt për drejt me një trajner futbollit tashmë që mori vëmendje të madhe gjatë vikendit të kaluar, por edhe gjatë javës më pas për fjalimin e tij në zhveshtorën e kombëtarës së Kosovës me ndihmëstrajnerin e selektorit Franco Foda, ish futbollistin e kombëtarës Ade Nuhiun. Përshëndetje Ade, apo dëgjohemi? Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Përpos ato epitete që i përmenda Adeo, ish goxha i mirë edhe në këndim, kështu që për gëzime Ade. Fjalem edhe në këndim. Shumë faleminderit. Përpos krejt, dhe thash. Ade, fillimisht na trego qysh është ajo ndjenja me qenë afër kombëtarës, po kësaj radhe në cilësinë tjetër, në cilësinë e stafit teknik, me qenë afër aty futbollistëve, me cilët pothuajse me shumicën edhe ke pas punë edhe si lojtar. Qysh është si ndjenjë me qenë duke i mbrojtur ata, mund të themi kështu? Po normal, ju më konën e shumë krenar kur e kom vesh fanerën e Kosovës si lojtar. E tash në rolin tjetër, po gjithashtu jam hala më shumë krenar më kom pjesë e Kosovës, në vendin tem se ku jam lind, s'ka më mirë. Ade e largu fix 4 vite më herët, të mars vitit 2021, e këthy pas 4 viteve tash në rol tjetër, si që përmendi të dori, ose që jetë. Çfarë ndryshimi ke gjetë te ekipi kombëtar, sepse ne që jemi aty vazhdimisht është pak më e vështirë me i vrejtë ndryshimet. Si po duket grupi i futbollistëve që është me shumë ndryshime, por edhe në përgjithësi organizimi te ekipi kombëtar 4 vite më vonë? Edhe gjatë kohës time si lojtar, organizimi veç pa të fillu mu përmirësu, edhe e ka marrë një farë niveli, do me thonë, shumë të mirë. Shumë senet janë shumë të rregullt, po sidomos të lojtarët e kom vrejt një farë janë të pjekt shumë më shumë se ç'është kanë qenë 4 vitet më herët. Ade, e ke fillu me fitore, me 2 fitore rresht në cilësinë e stafit teknik tash te kombëtarja. Na trego pak a shumë se çka ka qenë ndoshta krejt qëllimi edhe objektivi juaj për me bu më të mirën për kombëtarën e Kosovës. Në çka je fokusuar ndoshta më shumë, në motivimin e lojtarëve apo në pjesë tjera taktike? Po normal që unë, si që thatë edhe ju, që me disa lojtarë dhe i kom pas si bashkë lojtarë në atë kohën temë si lojtarë. E tash në rolin tjetër, jo mundu sa më shumë më konë, qësh me thonë, ndërmjetësus mes trajnerit edhe lojtarëve. Unë e flasë edhe gjuhën gjermane, se jom rrit në Austri, kështu që dialogu mes trajnerit mu dhe të lojtarëve ka qenë shumë i mirë dhe besoj se që ajo ka ndiku shumë. Nështë ta njerës nuk e mojnë mend, por Adeu edhe si futbollist për kombëtaren ka debutu kundër Islandës, po atëherë me humbje. Tash si trajner debutove kundër të njëjtit kundërshtar me fitore, apo e nisimi cikël të rrugtimit fitoreve, sa atëherë mas humbjes me Islandën vazhdojnë edhe disa humbje tjera radhazi. A do të vazhdojnë tash fitoret? Po, ashtu po shpresojmë, po sa i përket
punës teme si lejtar me Islandën, tash si trener me Islandën, sikur me pas qenë shkrume të qysh po mdokët, po. Atëherë si lejtare pa ta fillu me humbje, po me gol, tash si trener me fitore dhe po shpresojmë që do të vazhdojmë në këtë rrugtim, po jo veç këto 2 lojët e fundit, po se unë vazhdimisht e kom këshyrë kombëtarën edhe pse nuk jam kënë pjesë. Edhe sidomos 3-4-5 lojët e fundit kanë qenë veç u vrej që do të vjene në këtë nivel që është për momentin. Të flasim pak edhe për ato ndeshje cilat na presin vazhdimsi, për posqershore që i kemi me ndeshje miqësore, të flasim pak për kundërshtarët sa i përket kualifikimeve të botërorit, për Zvicrën, Slovenin dhe Suedin. Sa jemi gati për t'ju bërë ballë këtyre kombëtarëve? Për mendimin ten jemi shumë gati, e kena një ekip me shumë kvalitet, sidomos që kam ka imponu këto lojët me Islandën lejtarët, shumë ju kon qetë, nuk e kanë lënë presionin me lujt në error në performancën tonë. Edhe më në fund e kanë arrit qëllimin me shumë vullnet dhe dëshire dhe kjo është shka ku mbrejt une që të 10 ditët e fundit kur kam qenë pjesë e grumbullimit. Kështu që me Zvicrën, Suedin dhe Slovenin, normal që janë kombëtarë dhe ato shumë të forta, po une, që me thonë, besoj shumë në lejtarë tonë edhe... Në cilim vend po përfundojmë atë dhe? Ato nuk muj me thonë prej që tash se e thonë në ajsen e tane, që me thonë, vjen mbrap, kështu që, po unë jom shumë optimist edhe shumë pozitiv që mujtëm edhe me arrit diçka që nuk mendon gjithkush. Me që jemi të grupi dhe të kundërshtarë, 2 ditë pas ndeshjes tonë me Islandën përkatësisht martën, këtë qenë afer në Sëngallën për cilë ndeshjen e Zvicrës, ndonë se me shumë ndryshime informacion, pa gjakon, pa shumë djetarë të rëndësishëm, si të duk Zvicra krahasu me Kosovën edhe a jemi afer tyre me cilësi edhe të gatshëm për t'ju bërë ballë? Po, besoj që po, edhe që tha dhe ti që kam pas ndryshime, po taktika, formacioni ke i njëjtë si kur me paslujt me gjakon e me ata lejtarë që i kanë mungu, kështu që ne kena afru në ekipën tonë është një farë intensiteti defensiv dhe ofensiv, në fazën defensive dhe ofensive, kështu që besoj që mundemi me deri dikund me o përballë edhe Zvicrës. A dhe kemi një ndërhyrje tash nga analisti jonë Arsim Prepolli, cili dëshiron me të përshëndet edhe me të pyet diçka. Spori du me të përshëndet edhe du me të arru postin që e ke marrë në kombëtarën e Kosovës, edhe dëshiroj shumë suksese, so ku mujt me vrejtone, e ke sjell një pozitivitet e kombëtarja, duke po edhe atë manifestimin mas lojës, sepse ne si sportista, e dim që ajo do me thonë shumë. Kur është atmosfera brenda ekipit e mirë, mendoj që edhe rezultatet vinë edhe sa më të mira. Pse ke ardhur te kombëtarja e Kosovës, unë jam shumë i kënaqur sepse theh që flet gjuhën gjermane edhe mendoj që ndihmon shumë futës bashkëpunim me lojtar, po edhe pyetja fundit e kom pa që Muriqi vjen për çof pas çdo gollit që shënon, a jap një farë sugjerimi se ke pas bashkëlojtarë dhe ja din ato teke çfarë i ka, pse bashkë ti po vjen për të përçov, ai ke thonë diçka para lojës? Spari shumë falenderit prej te, e dyta, përja filloj pse jom rikëthyt e Kosova, unë si person jom shumë pozitiv edhe mendoj gjithë të mirën, jo veç në futbol, po zakonisht në jetë, për mua ka qenë nuk ka më mirë se me përfaqësu vendin tënd edhe me arrit maksimumin me vendin tënd. E për që të ka marrë të Kosovë dhe ju mundu direkt me infektu edhe lejtarët në atë mendim. Sa i përket Vedatit, që me thonë, my relationship me Vedatin është diçka shumë i veçantë. Sa relationship në Kosovë lidhje i thojnë atë dhe? Lidhje, okej. Lidhje, bromance, okej, më fatë. Lidhja jonë me Vedatin është diçka shumë e veçantë për shkak se prej ditës parë kur kom marrë me lujt për Kosovën veç Vedati pa qenë aty prej ditës parë shumë jena konë më në rend në jetën nivel
i falenderoj shumë se edhe ai më ka ndihmuar sikur unë mendoj që shiku më ndihmu ati, edhe ai më ka ndihmu shumë e do ta kem tash nëse është lejtari imi, po do ta kem shumë. Duhet me rujt distancën pak, a? Po me plajt një dhomo. A dhe kemi edhe një pyetje tjetër nga studia e zoti Sërmaxha, e deshet ndryhni diçka? Po, a dhe shumë urime post i ri, shumë suksese, mendoj që për te i saj, emri juaj, që ka një domethënie të veçantë atë dhe, i shkon shumë përfaqësuesës, qoftë si lejtar që ke tregu një profesionalizëm të veçantë, gjithmonë ke qenë i gatshëm për kombëtaren, uroj që përveç profesionalizmit, tash nuk e kemi ditë që e ke edhe këtë cilësi të krijosh edhe atmosferë pozitive aty, uroj që keni shumë suksese me kombëtaren edhe gjithat mirat gjithashtu. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Emri juaj është i veçantë edhe besoj që shumë i shkon për shtati kombëtarës Kosovës. A dhe? Faleminderit. A të lavdun bol? Bol, besoj që bol. Faleminderit shumë për këtë lidhje të drejtë për drejtë, edhe suksese te Kosova më shumë se te Altaj, se atje s'po të shkon mirë. Po edhe këtu do të arritim diçka, edhe këtu do të jete suksese sa më shpejt. Faleminderit edhe shumë për juve, ju uroj shumë sukses juve dhe gjithë personat që janë aty me gjithë juve dhe shpresoj që do të shihemi së shpejti. Shpresojmë edhe ne. Faleminderit. E kishim në një lidhje direkte atë dhe nui, unë tashmë edhe pjesë e stafit tek kombëtarja e Kosovës. Ne po i rikthehemi Superligës të Kosovës, kështu që e lusim regjin që ndalje të shfaq rezultatet e Xhiros së 26 edhe së bashku t'i shohim ato, ndërsa pasaj do të shohim edhe tabelën e cila do t'jetë e gatshme. Mirë. Kemi Drita Gjilani 4-0, Suari Kamalisheva 2-1, Prishtina Feronikeli 74 2-1, Feriza Idugagjini 2-1, si dhe Lapi Ballkani 1-1. Do të shohim edhe rënditjen e skuadrave në tabel pas 26 gjirosh. Drita vazhdon stoikisht dhe fuqishëm të qëndrojë në krye, ka 57 pikë, Ballkani ka 44, Malisheva 41, Prishtina 35, Gjilani 35, Feriza 35, Suareka Dukagjini në pozicionet 7 dhe 8 ka nga 32 pikë, Lapi vazhdon të mbaj vendin në 9 me 30 pikë, duke e lënë prapa Feronikelin që ka mbetur i fundit me 14 pikë në vendin e 10 në elitën e futbollit tonë. Mirë, do e kishim filluar ndoshta me njerë me derbin, mund të themi kështu në mes Dritës edhe Gjilanit, e shohim se çka ka ndodhur. Me rezultatis, po ka thënë që është derbi. Po realisht ka shumë elemente aty që nuk mund edhe të quhet derbi, po e shohim se çka ndodhi këtë ndeshje edhe rikthehemi në studio për diskutim. Lideri aktual Drita ka shënuar fitore të thellë kundër rivalit lokal Gjilanit me rezultat 4-0 në derbin e Xhiros së 26 të Albimall Superligës së Kosovës në futboll. Pjesa e parë u karakterizua me dominim të plotë të Dritës, të cilët kaluan në përsi në minutën e 12 përmes Almir Ajzeraj që shënoi për 1-0. Rën Broja dy fishej përsi në Dritës në 2-0, 5 minuta më vonë kurse në minutën e 24, Arb Manaj shënoi për 3-0. Në fund të pjesës së parë, ukrainasi Denis Kostisin thelloi e përsi në Dritës në 4-0 dhe me këtë rezultat përfunduan 45 minutat e parë. Gjatë pjesës së dytë u karakterizuan një tempo pak më ulët të lojës me Dritën e cila menaxhoi lojën gjatë gjithë kohës, kurse Gjilani nuk arriti të bënte diçka në këtë ndeshje dhe kështu kjo përballje përfundoi me fitoren e intelektualeve me rezultat 4-0. Drita pas kësaj xhiroje mbetet lider në tabel me 57 pikë, kurse Gjilani është në pozitën e 5 me 35 pikë të kumbulluara. Në xhiron e radhës, Drita e shkon në ultim Feronikelit 74, kurse Gjilani e pret në shtëpi skuadrën e Perizajt. Jemi kthyer sërish në studio, zoti Sërmaxha, po fillojmë me ju. Fitore bindse e Dritës, a është edhe një dëshmi tjetër për hapat e sigurt që Drita po i vë drejt titullit e kampionit pas parasysh edhe dështimet e rivalëve, por edhe formën shumë të mirë të Dritës. Po, ishte një fitore bindse, përveç rezultatit mendoj që ishte edhe një dominim i plot me lojë. është për të habitur se si Gjilani me gjithë ato përforcime, me gjithë atë grup të lejtarëve me shumë përvojë, sikur këtë lojë e kishin lënë anën
në anash përgatitjen taktike, më shumë ishin të egzageruar nga derbi ose nga pjesat jo që është Pjesa kryesore e lojës. pjesa kryesore e lojës, kështu që mendoj që Drita është ekipi më i fortë në Ligën e Kosovës, jo që lumë futbollin më të bukur, po është ekipi më i fortë edhe këtë derbi tregoj edhe një herë që është një lider i padiskutueshëm edhe jo vetëm me rezultat, po edhe me lojë bindse arriti ta mposhtë Gjilanin. Prandaj kemi cekë edhe disa herë që mendoj që Gjilani të marrë parasysh gjithë ato përgatitje që ka bërë, ka pas ndoshta në disa momente kur ka kap dy lojë, dy fitore, për ndryshe ende nuk e ka kap atë formën që është dashur me kap, duke marrë për bazë grupin e lojtarëve, gjithë lojtarë me përvojë, gjithë lojtarë që kanë qenë për ekipe edhe kampione. Prandaj është një humbje për Gjilanin që duhet me arru sa më shpejt edhe me u kthy objektivave, nga se me këtë humbje mendoj që rrezikon objektivat që është dashur me pas Gjilani. Prandaj të marrë për bazë grupin e lojtarëve, mendoj që Gjilani është dashur shumë afër të jetë Dritës e jo të jetë kaq më brapa. Kaq më brapa. Kur jemi tek Gjilani, Arsim, sepse për Dritën po besoj që veç po e dim tashmë edhe gjithë serim fantastike që po e ka, po kur jemi te Gjilani kemi pasur ndoshta kështu një lloj shpresë që filloi një këndellje e Gjilanit edhe e pamat skuadrën që po besoj gjithë pjesëtarët e komitetit sportiv e kam pritur qysh në fillim të sezonit. Po si duket me këtë ndeshje prap ndroi diçka tek Gjilani. Po, shumë mirë e potencove, edhe ne kemi menduar gjithë që Gjilani e pat një ngritje, sidomos të ndeshjet e fundit, edhe kemi shpresuar që bilet pak të derbi qëre. Kur luhet derbi, asesi nuk shikohet tabela ose kush është format mirë. Se zakonisht derbit ka ndodhur që edhe pse dikush është pozitën e parë, ai mund me qenë mes tabelës, mund me fitu edhe ai që është mes tabelës. Por me një rezultat kaq bindës, e përmend edhe Bajrami që nuk mund mend që me një rezultat kaq fill me përfundu derbi. Fatkeqësisht shijen e derbit pak pja hupe edhe mos pjesëmarrja e publikut, ndoshta edhe nuk prezenca e tyre, se e dim që kur ka luajt Gjilani edhe Drita, kemi folë thuajse 1-2 javë para derbit, apo mos të exagjeroj, 1 javë para derbit është mobilizu qyteti, ta shpeshon një zveje pak ma të ftoft. Po kur t'i kthemi lojës, kvaliteti që ndron anën e Dritës edhe formën që e ka momentale, Drita është shumë e mirë, por asesi nuk do të pranohet një humbje kaq e thellë, sepse nuk mund të më konë për shembull diferenca çaq shumë e madhe, diçka që marr deri te ky rezultat i thellë. Unë mendoj që ndoshta trajneri i Gjilanit është deshtë me vendosjen me pas pak më të mirë edhe se njëri tjetrin një njohin shumë mirë. Edhe mos marr për shembull kaq deri te pranimi i gollave, sepse bilet paktën për publikun nuk guxon me hup një derbi me rezultat thellë. Pa dosh me jamu hu ndeshjen e mirë Dritës, por mundësinë që ja ka deri te ky rezultat 4-0 mendoj pikërisht që është vendosja dhe jo angazhimi maksimal i Gjilanit. Thash edhe një herë ndoshta këtë derbi PSB që s'po mujnë me ardhë të dy palët si intelektualit si skifterat, por pa marrë parasysh kur zhvillohet derbi nuk do të shyre tabela. Gjithmonë do të me jetë maksimumin. Këtë rast unë mendoj që Drita me këtë fitore me të vërtet kemi thonë edhe ma heret thuaj se vetëm pe finalizon vendin e parë, sepse mendoj që nuk ka gjasa dikush tjetër të ambej vendin e parë. Drita, besoj që... diskutojmë heq. Po jo, tash mujna me thona të gjargon e futbolit matematikisht e në kaloj, po i ka prish këtë matematikat, besoj që Dritës nuk mund të një arëmbi kur kush. Do shta ma vun kena me full për këto ekipe tjera, sepse është bë tabela diçka e Mesi tabelës është krejt tjetër. Lëmë. Bash. Zoti Sejleu, a ishte Drita shumë e fort, apo Gjilani dështoj totalisht? Edhe e kom parasysh që tash rivalitetive që është zbe edhe në derbi, po besoj që vite ma parë mas 4-0 dikush ke shku. Mira, e qartë nuk më takon mu. A, ne, s'ka lidhje, vis mas 4-0 në derbi dikush ke shku. Ma ndoshta shumë shku dikush me siguri, por nuk është e qartë. Qartë është që e cep Ajo nuk është qartë, veç ke po... Unë mendoj që është derbi i vetu nuk moj mend doj derbi mes këtyre dy ekipeve që ka përfunduar me rezultat të tillë,
apo disbalonsi të rivalitetit mrena në fush. Kjo sa është merit e Dritës, është ma shumë merit e Gjilanit, pëse një farforme nuk e ka arsytuat epitetin e derbet e nuk ka pas rivalitet në fush. Arsyeja është që unë e kuptoj vetëm Gjilani duhet me... Drita është vend parë, është pa diskutim që është ekipa me mirë, me kualitative. Edhe një ekip e tillë kur ka kvalitet mrenda shumë të madh. Edhe është pozicion tabel ku nuk i rrezikohet për shembull ai objektive që veç e ka arrit. Ai ekip gjithmonë hyn me një lloj komoditeti. Kur them komoditet nuk kuptoj kjo që ajo e pa organizuar do të thotë me pa përgjeshme. Ai hyn shumë e përgjeshme ka atë komoditetin që nuk është të mbarën për në rezultati. Edhe kur ja shtojmë edhe cilësinë edhe fuqinë që e ka në ekip, do të thotë ajo mund të quhet e pa përballueshme. Për atë arsye Drita është tregu e jashtëzakonshme këtë, po ajo është më shumë merit e Gjilanit, e cilat deri 13 minuta në shelin gol të pas që është organizuar pak. Pastaj këtu është ai problemi që unë paktën për opinionin im që ku analizuar Gjilanin, sepse deri me tash gjithmonë në varfër me gjithë opinione e kemë arsyetuar edhe trajnerët Gjilanin duke llogarit që është trajner i ri në klub, orët e reja, edhe e kemë ditë që në çdo klub fillimisht është ajo faza e adaptimit, pastaj është e komponimit të ekipës, gjithë mirë po. Tash është gjira 26 gjira kanë kalu, edhe ajo që thatë ju, kur fillu me po që Gjilani veç filloj një lloj progresi edhe realisht u stabilizu, e kryet kontinuitetin edhe stabilitetin edhe të rezultateve, duke tregut atë kvalitetin që ka realisht brenda, atëherë gjithë kur i kthim mrapa, mendoj që kjo tash është veç një temë e cila vërtet do të më analizu mirë, sepse sidomos një derbi, ku edhe Gjilani ka pas një lloj komoditeti, sepse nuk ka qenë në atë zonën shumë, ka pas 35 pikë me një fitore eventuale, veç ishte bo kandidate potencial për dalën në Evropë, ka pas një objektiv shumë të madh, por edhe presion shumë psikologjik, por edhe rast humbje nuk ka pas, që ja ka lecu do të përgatitjen. Mirë po, përgatitja e ekipit. Ishte vërtet, domethënë, u pa Gjilani që nuk e kishte përgatit absolut, sidomos në aspektin psikologjik, absolut takimin, ai shihet, trajnerët e dim, me njerë pas golit fësum, se të një derbi, gjithmonë trajnerët e përgatin një ekip, por do të me ditë, me pas parasysh që të fillon një takim, po kur s'din se është rjedha e takimit. Ti mund me qenë disavantash, po pastaj ti prap do të me ditë reagua, me tregu atë fuqin që e ki, kvalitetin që e ki, edhe me ditë me reagu. Prej golit fësum do të thotë, pastaj e kem po një Gjilan, tash param do 4 gola për një pjesë. Një Gjilan, në një derbi tillë, me atë kvalitet, këtu shihet që ato nuk është diçka në rregull. Përveç asaj, ishte një ekip e cila komplet, po flas në aspektin psikologjik, ishte jashtë loje, do thotë, e çorganizuar, golla si ka mësuar me ashletsi, mbrojtja jashtëzakonisht profadin do thonë shumë mirë ato e ka po. Me siguri e ka analizuar edhe Mami, sa është analist këtu. Domethënë, organizimi i ekipës, mësimin e golave ishte total, domethënë, jashtë gjitha parametrat që do të qenë. Kjo tregon domethënë që ekipa nuk ishte përgatitur në kuptimin psikologjik, sepse nuk mund të themi taktike, teknike, sa ajo veç është Gjirani 26, ajo veç në farforme në ato pjesë, ajo veç e ka kriju atë fizionomi që vëdhute edhe i ka automatizu gjonet. Mirë po këto që derbi zakonisht në ato psikologjike ma shumë, edhe u po qartë që nuk ishte përgatit absolut në kredi. Kështu që është përmetar kesh një derbi tillë me përfundum. Veç shkurtimisht, kur e nisë me folë, the që nashta na me pasqen, mendove trajnerët e Kosovës kishim... Jo e cekt. Unë të pyta, a kish ku dikush të me pasqen, anës ta kishim... Po, jo e cekt, po flasë realitetin, pavarësisht dëgjoj. Kurse në klubët pak ma shumë me trajnerët që nuk jenë nga Kosova? Nuk e di unë ato, nuk është tema jave, unë du me posë, ne trajnerët të mendojnë. Do me ditë e dina që s'do me thonë është ma abertet. Bajram, ne mundëm kështët jo publikisht, do më thonë, privatisht me diskutu gjana normale dhe i tregojmë gjithë ato. Trener publikisht kishin largu, me hut kishin qitë. Ne dim si do të me qenë gjana, ne dim qa kështë me ndodhë me neve. Këtë ato nuk janë najtë... Kur nuk me neve, po me ndonë trenerët Kosovarë në përgjithësi. Me gjithat, pse kjo nuk është mirë kjo. Dhe këtë diskush me shneve, edhe kjo fenomen nuk është i mirë, neve mu personit nuk më pëlqen për trenerat tonë. Po pse është do të është qashtje që të tërkush do të me mendu. Pse dukuri e keqe është, nuk është e mirë, sepse realisht nuk ka meritokraci pra saj. Mendoj se nuk ka këtu korektësi, sepse ti nëse e kini klub, e mbani klub,
e përfaqësoni klub, por mendoj që ato standardet do me qenë njëjta si me trajnerat tu, si me këse. Sikur se ne që do të me pas standardet njëjta, mi pranu si trajnerat e huj, si trajnerat ton, është ajo etika, mi trajtu njëjtë, do më thonë, profesionalizmi. Kështu që ne mendoj që nga ona jo ne duke ju përmbajt këso etike. E klubet jo? Po mendoj që klubet këtu do të pak a shumë me... Ata me reflektu pak ma shumë. E thu pak ma bëtë. Gjona, unë nuk e di. Dhe na është edhe një e mirë se trenirat tonë, kur hupin me rezultate shumë të fella, japin edhe dorëheqjen, ndërsa trenirat e huj nuk pëqujt ashtë që janë shumë, nuk po japin dorëheqje. Jo, dorëheqje ka dhonë dhe trajnerin u hijo, po nuk e ka një... Po, para 3 gjirov nuk e ka në aprovu, është e vërtet. Po treneri është ma modest, nuk po donë me full, se treneri të ki shup këndeshe, apo kjo treneri tjetër, apo aj treneri dikush tjetër, ja këshin njep qonë të ndori, këshin tonë nuk je për neve, do të me pranu publikisht, s'ka lidhje, nuk është marre, ju këshin largu. Me qeve që futëm këtë temë, ke ljujtë në Gjilan me sajnë majmena, po? Ku? Po, në Gjilan bile edhe në fund e kumë përfundu karierën që atë. Edhe, sa dit me pasu 4-0 për dritës, sa dit s'kështë guzu me dalë gjytet në atë kohë? Jo 4-0 me u për dritës, për të garantoj një avë ditë, si shduv me shku në stërvitje heq, që shukon atmosfera atëherë. Se unë e di, kur lujshëm për shemë, kur bëjshëm stërvitje një avë ditë, i kena pas skifterat, si kur sot që kënë ndeshja drita me Gjilonin në antrenik, i kemi pas qaqë. Por gjithmonë një kom pozitiv. Nuk kena pas dishka presion. Para lojës. Por, po, jo, e kanë lyp skifterat gjithmonë, besoj që edhe intelektualët edhe gjdo shikus. Në qofse, nuk tec me topin, bile angazhimi, nuk do të më muhu. Jepe angazhimin, se kur që angazhuash... Ashtë të reagon, janë të foziri, vërtet shumë korektur. Qofse ti angazhuash, por nuk tec me topin, është me përbalushme për publikun. Se për mendimin tem, kur nuk të ndonë heq, ajo është... Jo, kur nuk të ndonë, atëre edhe publiku nuk mundot me qenë i knoqën, se ti atë dres dush me ndjerësit, se ti për atë dres për luftën, për atë dres paguësh. Ti dush me japë maksimumin. Kur jemi të trajnerët, flasim pak me trajnerin që ndrem në lidhje me lidhjen që e kështë atë dhe nuhiju me dritën. Në cilësin, për shembull, kur ne ish trajner takot me ish ekipin e ti, sa është ma e let, është ma e vështirë, në rastin e nuhijut, se po e diskutojmë këtë edhe me analistët edhe me trajnerët, që nuk ishte përgadit heq. Në rast të tilla është avantazh për trajnerin, për shkak se e njeh ambientin jashtëzakonisht mirë, njeh numër të madh lojtarëve i ka pas edhe atëherë, dhe është shumë ma e lehtë me përgatit një derbi ose një ndeshje kundër disa individëve që i njeh. Ja u dim veçoritë se cilit lojë. Ambientin anën tjetër njerëz e Kleo Ramadani, po ekipi u ndru shumë. Po. Ka ndryshuar shumë, mirë, po kjo është çështje derbi. Edhe në këtë rast unë shoh që Drita e ka krijuar një avantazh të pikëve dhe nuk ka pas presion. Edhe mirë, po Gjilani për janarit ka shfaq cilësi të mira dhe ka bën disa ndeshje të mira dhe disa fitore, gjë e cila ku prit që me qenë derbi ma konkurrues. E mirë, po momentet se si kanë rënë gollat ka qenë një shok i vërtet edhe një shthurje komplet, sidomos fazën e mbrojtjes, për shkak se çdo gol që ka qenë 2-3 tentime Dritës, për shembull ka prit portieri, është devijuar topi jashtë 16 metrit përsëri goditje, edhe nuk ka arrit Gjilani me debu topin, që do të thotë që është një problem psikologjik, do të thoya, më tepër se sa... Do të pajtohesh me konstatimin e zotit Sediu që problemi ka qenë psikologjik edhe mos përgatitja e lojës në aspekt psikologjik të skuadrës Gjilanit. Derbi është i tillë edhe mirë, po aty kemi mujt me pa që futbollistët e Dritës e ndjejnë ndryshe ndresën, për shkak se Gjilani është i krijuar vitin e fundit, ka shumë futbollistë që në fund edhe nuk mujnë me ndi derbin, sikur se thëm Broja, Dabiqa apo Krasniqi, që janë lider të ekipit të Drita, edhe ndryshe motivojnë ekipin, ndërsa te Gjilani nuk mundesh me gjetë një lider. Kohët e fundit ka ardhur që është bërë me njerë kapiten, mirë, po është shumë vështirë ai me ndiku për një kohë shumë të shkurt se sa lojtar tjerë që kanë pas. Edhe kjo ka bërë diferencë shumë të madhe në derbi. Zoti Sërmaxhaj, me tonë goxha më të buta, që është zakonisht, po e ke pas një lloj çështje kritike ndaj Gjilanit për rezultate dhe për mungesë të rezultateve. A meron që klubi ka tregu ma shumë se sa që duhet durim me trajnerin? Do mas këti rezultati. Duke pas parasysh atë cilësi për cilën u fol këtu edhe ke fol javë për javë. Puna e trajnerit është me nxjerr ose me u afru maksimumit të potencialit liritar. Ka afru Ardian Uhiu? Mendoj që absolut jo. Do më thonë që kjo është gjira e 26, pritjet tona kanë qenë duke njohët Ardian Uhiun, se ne kemi pas gojën plot komplimente për Ardian Uhiun dhe sa ka qenë trajneri Dritës. Pritjet tona kanë qenë që ai atë
lojë që e ka pas të Drita Spoku ta shpërfaq jo gjirot e para, por në gjirot e me vonshme me Gjilanin. Prandaj, duke marrë parasysh grupin e lojtarëve, duke marrë parasysh gjitha përgatitit, gjitha ato investime që e mbo aty, mendoj që ende ekipa nuk është e qartë në organizim, as në fazë të mbrojtjes, as në fazë të sulmit. E mos flasim për rregull mbrana organizimit. Ka arrit fitoj disa lojë këto gjirot e fundit, mirë po jo që i ka fitu me lojë bindse, zakonisht i ka mbyll minutat e fundit, prandaj pritjet kanë qenë që bazë grupit lojtarëve, Ardian Uiu... Ke kogja direkte, a ka prit Gjiliani ma shumë sa që duhet, a ka tregu ma shumë durim? Sa i përket durimit, mendoj që kjo është pozitive. Çdo kush si trener kishte pas dëshirë me pas kohën e duhur, mbështetjen e duhur. Prandaj mendoj që Gjilani ka tregu profesionalizëm me mbështetjen e Ardian Uiu, me përkrajen, me prurje drejtor sportiv i klubit, a e kishte duru, hala e kishte shkarku mas saj humbje. Se s'po më përgjigjesh ndryshe s'ka po të pës. Unë mendoj që... E kështë shraku ma herë ata? Jo, mendoj që duhet i dhonë koha dhe në fund. Bajrami është tamës i klube tjera. Nuk jam idhëtari i këtyne ndryshime. Jo, po e pres, po e pës. Për arsye se... Për arsye se... Azili e largoj me nërë. Për arsye se nëse Gjilani e ka grupin e lojtarëve mjaftu shumë të mirë që edhe këto 10 gjirot që kanë mbet me kapë edhe Evropën. Andaj nuk është mirë po arsye grupit lojtarëve, besoj shumë të grupit lojtarëve që Gjilani nuk do të rrezikohet në këtë pjesën e poshtme. Për kundër Gjilanit, një skuadër që ka seri fantastike të ndeshjeve, është skuadra e Ferizajt, ku njërin prej lojtarëve e kemi këtë Erionin, na trego pak për atmosferën të skuadra e Ferizajt. Qysh është atmosfera dhe qysh po arrini me qenë kaq shumë konkurus? Sa për sqarim, shumë kush kishte me thonë që Ferizaj do të ishte ndoshta krejt në fund tabelës, po arrini që me qenë aty konkurus me ekipe tjera, po. Po sa i përket atmosferës, normal, atmosfera është jashtëzakonisht e mirë. Ty e ditë që kryesia dhe presidenti na kanë qëndruar gjithmonë mbrapa edhe kur nuk e kemi post në disa lojë fotin. Mirë po në sezonin pranveror, fotin na u ka rikthy shumë mirë edhe sidomos lojë vendas plyna shumë mirë edhe i kena arktu shumë pikë, më thonë. Erion, jeni vendin e 6 me pikë njëjta me Prishtinën që është vendin e 4, aspironi më shumë apo mbetja në elitë është qëllimi kryesor dhe vetëm cilin jeni fokusuar? Po sa A ndroni vendin e 4 edhe me përfituar e qysh prej kupës me dalë në Evropë? Normalisht, gjithçka është e prekshme, sa i përket pikëve jemi aty ku jemi. Normal, në fillim duhet jemi sa më larg zonës kuqe, kurse me lujt mirë edhe me arktu pikë normal pse jo edhe Evropën. Do më thonë, objektivi edhe nga kryesia, apo edhe vetë fryma aty brenda ekipit vrejet që dëshirani me pa tjetër me qëndru në ligë edhe mos me u bo as pak fjallë ramja nga liga. Normalisht që po. Mirë. Për me pa se skuadra e Ferizajt e mposhti Dukagjinin, e shojmë tani në historie dhe rikthemin për diskutim. Të ndëruar shikues, përshëndetje, mirë se vini në javën. Skuadra Ferizajt ka shënuar një fitore 8 të vlepshme kundër Dukagjinit me rezultat 2-1 ndeshje kjo në kuadër të Xhiros 26 në Albi Mall Superligën e Kosovës në futboll. Pjesa parë u karakterizoa me lojë të barabartë e me raste nga të dy ekipet, por asnjëra nuk arriti të shënonte, kështu që 45 minutat e parë përfunduan me rezultat 0-0. Në pjesën e dytë u zhvillua një lojë më e hapur nga të dyja skuadrat, ku të parët në përsi kaluan vendasit të cilët shënuan për 1-0 në minutën e 51, kurse 2 minuta më vonë Erion Sadri u shënoi për 2-0. Në vendin e 9 në tabel, do shansi tjetër, atë kemi 2-0. Në saperet arritën të ngushtonin e përsin e Ferizajt në minutën e 67, ku Vitor Hugo shënoi për 2-1. Gol spektakular, Vitor Hugo, përshënuar. Deri në fund të ndeshjes më gola nuk pati dhe kështu Ferizaj merr 3 pikë mjaft të rëndësishme për t'i ikur zonës që dërgon në barazh. Ferizaj zë pozitën e 6 me 35 pikë të grumbulluara, kurse Dukagjini është në pozitën e 8 me 32 pikë. Në xhiron e radhës Ferizaj luan ultim tek Gjilani, teksa Dukagjini në klin e pret skuadrën e Llapit. E pam kronikën edhe po e hapim njerë debatin edhe me trajnerin Sërmagjaj.
Një Ferizaj që mund themi që nuk është pritur katë shumë konkurus. Forma e përgjithshme në pranverë e mirë. Jo vetëm pranverë, mirë po mendoj që me këtë grup lejtarëve Ferizaj ka nxjerrë maksimumin. Se ne Ferizaj e kemi parë zakonisht nga ato ekipe që do të luftojnë për mbjetesë deri ditët e fundit. Do të luftojnë ende për arsye se ende nuk është kryer asgjë. Mirë po duke marrë parasysh grupin e lejtarëve, mendoj që trajneri së bashku me grupin e lejtarëve, normal me përkrajën e kryesisë, kanë qenë shumë të qartë në ndërtimin e ekipes edhe kanë performu duke nxjerrë maksimumin prej lejtarëve. Prandaj është e kundërta me Gjilanin, prandaj komplimente shkojnë për trenerin nga se detyra tina kryesore është që nga grupi lejtarëve që ka me nxjerrë maksimumin, mirë po për te rezultateve ka kriju edhe një frym ku ekipa funksionon si një grupi i vetëm, qoftë edhe në lojët si musafir, është një ekip shumë e vështirë për më poshtë, prandaj urojmë që me këtë rezultat kundrejt Dugaxhinit, nga se këto rezultatet ndaj rivalve të drejt për drejt, për objektivat njëjta, janë dyfishme të rëndësishme se sa të merresh pikë për Dritës. Domethënë këtë rast, pikët që në marrë për Dugaxhinit janë shumë të rëndësishme në arritjen e objektivit. Do të se deu, si po duket skuadra Ferizajt në këtë pjesë pranverore të garave, mbase jo në nivelin e 2 viteve më herët kur pati mbetur shumë prapa e pastaj për pak nuk arriti të sigurojnë mbjetesën, por ka një formë goxha të mirë. Çfarë do të veçohet e loja që po tregon Ferizaj në pranverë? Paktin nga opinionim që e kom arrit me analizu skuadrën Ferizajt, unë më herët kom thonë përveç Dritës që është prit, do thonë me dominu, do thonë një ekipe cila e definon qartë çka është, dihet kvalitetin që ka dhe dihet filozofinë që ka të qartë, do të thonë është shumë e qartë edhe në lojën e saj, paraqitjet e saj, mënyrën se si i performon takimet edhe si zhvillon takimet. Malisheva ka qenë deri tash, është po ashtu ka qenë një ekipe e cila po them ne e ka pas një lloj definicioni, është definu qartë, mënyra e saj të lojë, do të thonë gjithmonë kontinuitet e ka pas, po të jetë në lojë, të jetë stil lojës, do të thotë ekipe e cila ka kriju atë stilin e vet, edhe me cilin stil edhe ka pas suksese. Për gjitha ekipet tjera të cilat ende nuk kanë arrit me kriju, Ballkani për shembull, pavarësisht që është kampion aktual, ende nuk ka arrit me gjithë to, domethënë Gjera 26 nuk ka arrit me kriju atë identitet, ashtu jam i qartë. Do të thonë identitetin e qartë se si çosë takime, kampionatin përgjithësi, asnjë ekip tjetër nuk ka arrit, përveç mund të them tash edhe Ferizaj. Ferizaj është vetëm një ekip prej këtyre tjera, do të thonë që ka pas tjetër objektiv, por që thjesht definohet me defino. Është ekip e cila tradicionalisht po thoshte 80-90% takime i zhvillon që është shumë rëndësi me të njëjtin formacion, me të njëjtin stil lojës, do thonë, edhe është ekip e cila unë më them më njerë, unë personalisht e di, do thonë, tash më spi pak më detaje, është Kurtaj në orën e djathtë, është Sadri në orën e majtë, është Abdulli, Begu i majtë, që për mu është një ndër, ndoshta pak jojtë versum sa dosh, po për mu, ashtu sa kom përcjellë është një ndër mbrojtësit e majtë më të mirë në Kosovë në këtë edicion, që li ka bo shumë, dihet, një topalla është në qendër të fushës që ata që e marrë atë balansin e ekipës, janë po të njëjtin, edhe me të njëjtin formë, me të njëjtin karakteristika, do thotë, i fiton takimet. Tash pa e muhu, do thotë, ndrimet janë të njëjta, sepse është fondi tharësimi, me një fond tillë, shumë të kufizum, edhe me arrito rezultate, edhe me, domethënë, me formë konstante, me të njëjtin formë të lojës, me atë definicion që ka kriju të lojës, vërtet meriton lëvdatat mëdha. Por një do të misej, do thotë. Jo që është këtu tash Adriu, po gjithmonë edhe ndrime që i ka bërë Arsimi, që e përgëzoj për punën që ka bërë, se vërtet ka bërë një punë të jashtëzakonshme, edhe është mirë që është Arsimi ato i Ferizajt, sepse do datë ashtë një pjesë tjetër e Ferizajt që pak të në gjëratat ma të vjetër e dim, edhe Arsimi mund e din edhe hida si lejtar, por na si trenera, një mentalitet që karakteristik që e karakterizon Ferizajn edhe që është shumë e fortë, është se, do thotë, është njëjtat ndrime kokë për kokën, po ka hyrë Sadriu, absolut nuk ka rënë niveli i lojës, pavarësisht që ka dorë Sadriu vëllai i madh, që është një element i kyç në këto suksese
nonën e majtë me Abdullin, do më kanë qenë fa kompromis çdo gjë shkriu mbrenda kësaj pjesës majtë edhe me kurte në gjatë, mirë po, sa të që ka hyrë Adriu, edhe Ali i cili kanë hyrë ata tjerë, do thonë, është mirë që, do thotë, njëti gjithmonë formacion pothuajse, njëjta ndrime kokë për kokë, edhe absolut nuk ka rënë nivelir. Kjo tregon që ato është kriju, është ndërtuar një ekip e cila vërtet meriton respekt. E tash, ajo që du me cek, pse edhe Ferizojnë e bon kaq sport, është se Ferizoj, është vështreja, është Ferizoj, deri të kodë vllaznimi, janë vende që e kanë një lloj mentaliteti, unë e quj kështu, edhe që ja trashëgojnë prej gjeneratën gjenerat gjithmonë, është shtirë me gjithë një dimension, po thëmë, ekipe, është përdojra shpreja për para, është tereni nxehtë kur shkon. Shprej mos me lëshu. Është ekipe me një mentalitet shumë të vrasht, po flasë pozitiv, ku sidomos mrenda kur luajnë, janë ekipe cila karakterizohet me një angazhim të pakshër gjithmonë, lojtarët e dhonë për te i maksimumin ty në me angazhim, edhe kjo, edhe tash, për atë arsye, sepse ata e respektojnë edhe vlerësojnë këtë angazhim tyre, mendoj që kjo, përveç ty në pjesëve tjetër, do të thotë që e ceka, është një karakteristikë e cila tradicionalisht e kanë Ferizoj, unë e kom përretu vetë si trener, edhe ajo i bon edhe matë fuqishëm, edhe matë kompakt, edhe, do të thotë, janë skuadër pas ty në dy ekipe që thash që meritojnë në respekt e më shumë. Arsem, sa do tjetë e fështirë për Ferizajn me qëndrua aty ku është momentalisht edhe me majtë këtë ritëm të mirë që po e ka? Po të ndrejtën, qofë se fillon Ferizojnë këtë ritëm, nuk e ka as pak vështirë. Unë mendoj që loja e Ferizojt bazohet pikrisht e grupi, e ka një grup që të pëlluajnë zbashu shumë mirë, nuk ka një individ që duhet mu bazu për shembull të një lojtar, që saj nuk lunë, apo lunë që duhet mu bazu direktaj që duhet me fitu pa tjetër. Të Ferizoj e ka shtu edhe treneri përmendi, treneri Arsim një mentalitet fitus, që do me thonë shumë. Edhe për krajnë e publikës e kam, por duhet edhe me cekë, sepse ndoshta është mirë se Ferizoj e dim, ndoshta me Dugagjinin e Feroniklin edhe e kanë bugjetin ma tullët. Nuk e kanë një bugjet që me thonë si kur Drita, Balkoni, ku ta dion Prishtina për Gjilani. Por këtu nuk do të me thonë që paroj është gjithë shka. Të Ferizoj suksesi, deri më tani që është, unë mendoj që është një atmosferë pozitive, është një atmosferë që grupi po funksionon si që duhet, nuk po funksionon individi, që me thonë tash një individ e kryin lojnë edhe aty po bazuemi. Këtu meritat i kotë tuk e fillu sigurisht për kryetarit klubit, treneri, drejtori sportiv, bashkarisht me lojtarët, por edhe për krajnë e tifozve nuk ju mungon asesi. Asë nja nuk ju ka mungu Ferizojt. Qose Ferizoj fillon me kitë ritëm, nuk është që di për shamëll me përfundu edhe vendin në 4 edhe me maj shpresa deri të Evropa. Nuk është e me qenë befasin, qofë se thashe mo kitë ritëm, sepse si do mos shtëpi, ju mboj ekip i pamposhtër. Unë e pesho për shamëll, kur për fillon ndesha e kanë atë angazhimin, asë një nuk kursehet. Edhe kjo sjell deri të rezultatit. Unë mendoj që pikrisht grupi ka sjell këtë rezultat. Erion, cila është forca ju më e madhe? Angazhimi apo cilësia si futbollist që e keni në skuadër? Normalisht, angazhimi e sjell edhe frytet në fitore. Normalisht mirë, po edhe cilësitë e ekipës janë të mira. Grupi është shumë i mirë, sidomos në ndeshjet vendas të bashku edhe angazhimin, e bojnë edhe një fitore, në më thonë që... A keni qasje tjetër në lojtë ku lunin Ferizaj? Zoti Sejdivi përmendi që njët si një prej tereneve të nxehta. Ju si futbollist, a ndini motiv ekstra edhe qasje tjetër në ato lojë që i luanin Ferizaj? Normalisht shumë saktë ta treneri, është si tradit që vjen brez pas brezi. Se cili edhe unë jam që jam lojtar i ri, na kushtohet që kjo që lojt vendas më konë 100% jo, po 200% që më na me thonë që pikët vendas me të vitë që thëmë në Ferizaj. Edhe tash në pranverë keni dalë me goxha sukses. Qështë e keni përgatit lojnë me Dugagjinin? Qëka jeni fokusu ma shumë gjatë javës, po 2 javë ma shumë që keni pas kohë për të përgatitur? Po, shumë e vërtet. Kena bazu të ekipit Dugagjinit që luajnë gjithmonë me tupa gjatë, edhe kena mujtë me luajnë gjithmonë luajnë tënë. Luaja jonë është angazhimi, pasimet e shkurta dhe me do në aksion, pse jo? Mirë, kur po flasim edhe për Ferizajn, po flasim pak edhe për Dugagjinin, 2 skuadra cilat, do me thonë, po ashtu i kanë objektivat e njëjta, po thuajse edhe skuadra Ferizajt arrim fitore. A do të thotë kjo fitore ndoshta më shumë se 3 pikë, mund të themi kushtimisht, kur e ki konkurentin direkt? Gjithmonë të konkurentin direkt, kur je është një fitore jashtëzakonshme, i ballafaqimi ka qenë mes 2 skuadrave, cilat kanë tregu relativisht formë shumë mirë.
sezonën pranverore. Mirë po, nuk duhet me anashkalu, ne gjithmonë në fillim kër i kemi bo analizat, kemi mendu që në basë fondit lejtarëve kanë me pas problem, edhe Dugagjini, mirë po edhe Fejzaj. Nuk janë largë, do më thonë janë 5 pikë, edhe përsëri janë të rrezikune, këto 10 gjiro kanë me vendohet gjithë shka. Shpresojmë që Fejzaj me majtë tempën e njëjtë, për shkak se për mu është ekipi i cili vrapon mas shumëti, ekipi që lufton mas shumëti për marrit dete fitoret, edhe realisht është merit edhe trenerit edhe këtë grupit aty të lejtarëve që e kanë. Mirë po edhe Dugagjini ka bo lojë jashtëzakonisht mira, ka ndryshu shumë prej mënyrës se si ka lujt sezonën e parë, treneris Met, për shkak se është fokusu shumë në ofanzivë edhe ka pranu golla shumë lehtë, desa kjo sezon shije që është ma kujdes me mbrojtje, mirë po përsëri nuk hek dorë prej lojës mirë. Ndeshën e sotit Fejzoj ka fitu me plot merit, edhe është i rezultat i dëshirës të jashtëzakonshme që e kanë për marrë ide të fituar. Qëndrim, dej para pak javësh, besoj që të jekon këtë presionin që e ka përfshi pjesën e ty të tabelës. Përmende që Ferizaj, edhe pse ka 5 pikë më shumë se Llapi, nuk mund të ndihet i qetë. A vlen e njëjta thënie edhe për Gjilanin, edhe për Prishtinën pas parasysh cilësitë që i kanë skuadër, sepse ka numër të njëjtë pikësh me Ferizajn, edhe që shpoduket tabela, kemi 3 skuadra që janë pak më lart tabelë, dhe pastaj prej vendit 4 deri në vendin e 9, veç 5 pikë dallim. Pikërisht është kjo e cila unë po mendoj që as Prishtina e as Gjilani nuk duhet me qenë të relaksune, për shkak se ekipet po bojnë një luftë pa kompromis për marrë ide të pikë, edhe nuk, asë një ndeshje nuk po dihet, nuk është fitusi i përcaktun ma heret, ose thjesht me marrë një 3 pikë shletë, sot është shumë e vështirë me arrit ide të 3 pikë, edhe gjitha ekipet kanë pas probleme, edhe këto 10 gjiro janë gjiro vendimtare cilat me të kaplu një krizë, ku jemi mësu ne me po ekipe tjera, atëherë është shumë vonë me rikuperu ose më përmisu në vazhdimësi e sipe. Kështu që une nuk... Kënë është e ma të rrezikun, për me qenë skuadra 2 që largohet nga liga bashkë me Llapin, bashkë me Ferronikelin. Bashkë me Ferronikelin. Në malë prej... Une prej vendit 4 dhe të vendit 9 isha gjitha të rrezikune. Ka vendi i 4? Po Dugagjini edhe Fejzaj edhe Soreka janë 3 ekipe cilat mujnë me pas. Ma të rrezikune se Llapi, a? Jo, edhe Llapi. Bashkë me Llapi, do më jashtë Llapit, se edhe Llapi. Sidomos rezultati sotit Llapin e ka... është... Zotri Sejdiu? Po, vetëm për këto të që thatë më të rrezikume. Normal, ne do të më bazu se qëndrimi të rrëngje ponat bazë pozicionet dhe pikve që i kanë, tash. Por edhe cilësisë e skuadrave. Se shumë cilësinë e skuadra që e cekt ju, atër që ndoshta pak nuk është logjike me thonë këtë, po të paktën për jasoj që sa e kom analizune, unë e shumë Prishtinën shumë të rrezikume. Të rrezikume? Për trat direkt, për vendin e 9. Arsyeja është se takime që është duke i zhvillu, performanse që është duke i zhvillu. Mendoj që Arsimi nuk pajtoni mu. Për sa to e këqyra se... U dorëzu dhe Arsimi, është para prakisht. Për me rrezikus besoj. Deja, para prakisht... Sa mi u dridh pak. Thash se e shqyqova, si reagoj, për me që thatë prej opinionit e. Pse e thëmë këtë analizë? Sepse i kom po parashitet e sajna. është shumë e zbet. Absolut nuk ka ndoj definicioni dhe thot s'ka vizion të lojës, për mendimin tem nuk ka është shumë e pak jartë. E kur them këtë, në këtë fazë, kjo është shumë e rrezikshme. Duke ashtu edhe një fakt, pse them këtë? Këto e them nëse. Momentin në kyç, 2 lojtarët kryesor nuk po luajnë. Nuk i kanë suspendu. Për atë arsye, shkojnë Ferizaj se presidenti i ka paralajmëru që i pret prap Islamin e Krasnicin Ferizaj. Na po të për këtë sezon, dhe t'i pret këtë sezon. Po në qërshor. Nuk e logarit për atë arsye, po të nuk e dhe këtë problem që e kanë. Suspendimin e Drelon Islamit, 2 edhe Krasnicin, 2 lojtarëve më të mirë që i ka pas ato. Unë mendoj që është një pozicion jashtëzakonisht shumë të keq, shumë disfavorshëm. Sepse 2 lojtarë këtë që kanë mojtë. Edhe me ata lojtarë nuk në ka binë shumë. Pak ta lojtarë, vërtet është një ekip e cila nuk ka absolut kurgjës. I ka mbejt veç mbrojtësa. Për atë arsye, duke llogaritur takimin me Feronikën, kjo ka fitu që shumë rëndësi fitoria, e harrojt performanca këtu,
Po duke dhe mënyrën se si ka fitu takimin, edhe që ka të regu, unë e shoh shumë të rrezikume, në bazë të kësaj në vëllës. Nëse arrin, me rikëthy ata, edhe me gjithë konsensusin me lojtarë, atër prap mund të themi që është pak ma stabile. Pak ta dy lojtarë nëse nuk arrin, edhe me këtë formacion, me këtë lojë që është duke paraqit. Unë e shoh ekipën e cila mas pak të po të regon për këtë një qëtë këtë një ekipi. Sepse, këtu e kemë Gjilani cili i ka këtë lojatit, po kur hyn një loj fazit mirë, të regon cilësi edhe me rezultate. Këtu e kemë pastaj Ferizojnë që tradicionet cekun për të mos flasim. Ashtu Areka e cila ka shumë cilësi mrena, e të regoj edhe me Malisheve, do të është shumë e ki kvalitet. Nëse hyn në atë fazën e lojve atë mirë, formës të mirë, ka cilësi shumë noja. Është Prishtinja, është ajo Dugagjini e ka që e ka, është maksimum të nëzirë. Për atë, po them, Prishtinën e shoh, nëse nuk arrin me gjithë konzum me këta lojtarë, me plotësuat grupin e vetë, unë e shoh, po them, do shta jo logjike, por e shoh një ndërmat të rrezikumet. S'kom qarë tash për vetë, a pajtoni? Unë pajtoni me Ganiun, ne edhe këtu që nga fillimi kena prognozu që Feronikli që kemi thonë që nga fillimi... Po ajo shkoj, po tash edhe një për na vynë. Po ajo shkoj mirë, po treneri matematikisht gjosat janë, ai ka optimizëm edhe neve gjithë për na pëlqen që po lufton dhe minutat e fundit për të marrë rezultat. Edhe kjo e bën garën shumë të rëndësishme edhe shumë të luftuar edhe shumë interesante. Andaj komplimente për Feroniklin që... Për respektan. Absolutisht që po flasin për vend të nëndë, se i dheti u kry. Thasht, ajo që na ka prish prognozat... Ajo që na ka prish prognozat është Llopi, duke pa dhe lojën e sotit, mendoj që Llopi ashtu do ta ketë shumë të vështirë. Sa i përket Gjilanit, mendoj që nuk diskutohet, të marrë parasysh kualitetin, kur një ekip ka kualitet, besoj që gjejmë forca për me dalë për krizës, dërsa këto ekipet, edhe Suareka ka ma shumë kualitet, dërsa këto ekipet Dugagjini, Feronikli edhe Ferizoj, edhe Prishtina, këto 4 ekipe mendoj që shansat i kanë 50-50. Shumë të vështira për me ikë barazh. Edhe Prishtina? Edhe Prishtina. Atjetër për arsye se nuk i dim ne arsyet e mungesës së 2 lojtarëve, pa të edhe pse ishte e varfër me fond, edhe mungesa e 2 lojtarëve për mu është e pakuptim momentet e lojtarëve. Kres ka problem. Hajde, trajner po. Sikur më kanë ato kryesisë. A ke po vetën atë? Interesante, do të pa shumë interesant, se e kom studiu këto. Po më interesant se ti e ki qasje më ato ofert edhe kështu. Është shumë interesant edhe për opinionin me ditë. Mendoj që pse e futa pak në ato ekipet që mune më rreziku shumë. Me keqare do të, se Prishtinën gjithë kemë qep me pas, sepse djetë kush o Prishtina. Edhe çfarë vlerë jep kampionatit. Suspendimi i këtyre 2 lojtarëve kyç është mos vazhdimi kontratës, dëshira e tyre që nuk do me vazhdu kontratën. Tash, këtu shtohet dilema, është një pikë pyetje e madhe. Si është gjendja në klub? Arsyeja kjo është pak me shtime mendu, për arsye se nëse 2 lojtarë, më të mirë Prishtinës, 2 lojtarë cilët Prishtina i ka promovu, edhe në Prishtinën e kanë morë rasit, edhe janë promovu edhe janë bosi emrat në këtë kampionat, edhe nuk dojmë me vazhdu, me ekipin e tyre që i ka promovu, edhe plus me një ekip si është Prishtina, këto është diçka shqetësuese pse ata nuk dojmë me vazhdu. Kur lojtarët e ri men si spresin me vazhdu me oferta financiare më të mira diku tjetër. Tash, ure këto peshtoj si pyetje se unë nuk e di mbrana për mbrana. Po është për mu analizu se nuk dojnë 2 lojtarë më të mirë që janë, të ri që i ka promovu vetë klubi, edhe në klubin më të madh nuk dojmë me vazhdu kontratën. Këtu diçka duhet me analizu këtë situatë. Me qënë se edhe drejtu ty. Unë isha pajtu... Po më intereson shumë. Me gjitha, me trenerin përveç që nuk rrezikon me rapi ligë. Okej, në rregull. Tjerat gjitha isha pajtu, se plotësisht ka drejt treneri Gani, sepse një Prishtinë pikërisht peshon ndeshjen që i luajti me Feronikelin. Një Prishtinë që me ton drejtë me luajt kundër Prishtinës nuk isha ditë çish më qos. As nuk po di çish po lun, as nuk po di çish po vepron. As çfarë sistemi. Jo, ndëgja. Tash e përmendi 2 lojtarë kryesor. Është shumë e vërtet, sepse Islami, kapiteni i Prishtinës, ka qenë që shtojmë epiqendra mes fushës, lojtari kryesor. I vetmi që ka mujtë me rreziku diçka kur nuk i ka ecë klubit, ka qenë pikërisht Krasniqi.
Pse ka orë deri të këtu? Si pas disa informatave që i kam, ka orë deri të mosmarrveshja mes tyre sepse nuk po dojnë me rinovu kontratën. Por tjetra anë, do të me kuptu shumë mirë që klubi, edhe tash jemi në profesionalizëm, nuk do të mu prit tash lojtari kontrata mi u shty, ose apo me vazhdu në 6 muajt e fundit. E kemi po në profesionalizëm, ki kontratë 2 vjeqare, shkon tash ty në edhe 2 vjetë. Që shtu do të me mendu klubi tash e tutje, nuk do të me mendu për para, kur s'ka dojke kontrata, vike klubi thëjke, apo dënë me rinovu kontratën. Tash do të me menu pak ma ndryshe, pelojnë anash ato. Soj përket ndeshjes, Prishtina me ndeshje nuk është kërka. E kum lavdu, sidomos gjirot e para, e kum po një agresivitet, e kum po një lojt shpejt. Por, diso ndeshje, bona i sinqer, ndoshta edhe me fat, nuk kanë mujtë mi fitu, kanë pos diso barazime, neglijenza e mbrojtjes, kanë morë golla minutat fundit, okej, është e kuptueshme në futboll. Por, një koncept lojës, mos me pas Prishtina, një vizion të lojës, është e pa kuptim. Për mendimin tem, tash, pa keq kuptime, Prishtina nuk ka trener. Nuk ka trener. Ky trener nuk është për Prishtinë. Ka mëre? Jo, për mendimin tem, nuk është për Prishtinë. Nuk e di që shkart, ja kemi jep rastin. Hajde, okej, pe mojna dim forcet zonës, është gjysmë finalet kupës. Unë e kumë thonë, Prishtina nuk del në Evropë. Kupën nuk e merë, ose diçka, për Prishtinën është dështim. Kthejnë ato ana financiare. Prishtina gjithmonë ka pas probleme me anën financiare. Tash kur ma mirë punë si ka pas. Prishtina nuk e pret as do të ne gjithë po gatimarin. Pikrisht kjo për më që ditash, kur gjitha nga ana, se gjithmonë na jemi... Kanë qenë ankesa gjithmonë të pjesa financiare. Pikrisht jemi anku, për shembull, kur s'kemi pas rezultate, jo, po mungojnë 3 rroga, jo, okej, ja kemi lonë se nuk mundët lojtari me lujt pa rroga, është normale. Tash kreti ka. Ona financiare është baza. Prishtina, kisha me thonë, është me rregullta se gjitha klubet për momentin. Pse ka orë deri të kjoja, unë mendoj që pak neglijenca e klubit, se duhet me qelë sytë ma heret, por duhet me ditë, si Islami, si Krasniqi, që se dojnë me arrit, me zhvillu karierën e tyre, duhet me gjetë një zgjidhje. Nuk është zgjidhje mos me lujt, nuk është zgjidhje me shku me ushtru me nistenisha. E dëmton edhe vetën, e dëmton edhe klubin. Duhet me ditë është vendimi klubit taj futbolesve, nuk e dim... Po, jo, une, po thëmë simpas infove, se ata nuk po dojnë, edhe klubi i ka... Po veç pak ata së dojnë në kontratën, a i ka largu tash klubi që s'pe angazhon me ekip para, ata po refuzojnë me lujt. Po jo, klubi, se ata s'mujnë me refuzu me lujt. Klubi ka suspendu, pse nuk po dënë, sipas, nuk i kom informata 100%, po sipas infove dhe qka po shkruat, kisha ata nuk po dojnë me renovu kontratën. Tash, pikrish, këtu duhet me gjithë një zgjidhje, me zhvillu kampionatin deri në fund, atëre mull edhe me bisedu, sepse nuk është dopi as klubit, as lojtarve. Se dhe lojtari e dëmton vetën, që se një menager dënë me shqitë, thot, pse nuk ka lujt, ku është problemi, edhe mundot me upe edhe transferin. Shfas kritike me shpatullu ekipit. Andaj po du me thonë që e mira atë mirës. Po pak ta 2 lojtarë pajtona plotësisht me trenerin nga ne, edhe Prishtina nuk ka ndeshje, nuk ka loj. Që se shkon, por për me rope i ligës, harane. Unë e shoqë harane. Problemi më Mazikon me im barazh, me këtë loj që ka bo me Ferroniklin, edhe me këtë performim, edhe me këtë mënyrë të lojës. Nërë ka, lujtë barazh. Shumë që Prishtina më në të rope i ligë. Po trajnë? Po 11 loj që... Unë e shoh pak komoditetin edhe rreziku më të madh, po mendoj që është kualifikimin në kupë. Edhe ata e kanë gjithmonë si një alternativë për me dalë në Evropë, për me pështu sezonin. Mirë po duhet me kuptu që nëse ti zhvillon kampionatin me këtë qasje, dikur mund me qenë shumë vonë me ndryshutin kupë. Edhe nëse i këthejnë ata 2 lojtarët, desa përgatitin, desa nuk shërvitin me ekip, ka me qenë gati e pa mundshme. Edhe tash na, kur e shohim që po përballet me ekipin e fundin tabel, me Ferroniklin. Ferronikli lu me një sulmues, ti lu me 3 qendërmbrojtësa. Me 3 qendërmbrojtësa, me 3 mbrojtësa tjerë në mes fush. Është e pa kuptim, domthonë nuk mundesh me kuptu si qasje. Si qasje, çfarë të ndodh, edhe nuk mundet me ndryshuar. Falë, peta kemi parë kalu me 3 3 po. Kurse kanë ndryshuar. 3 qendërmbrojtës. Ti nuk mundesh me kuptu, edhe nuk mundesh me prit. Nuk mundesh me prit me ndryshu qasja kundër dritës, se nëse ti po ballafaqohesh me dritën, që e konsideron një kundërshtar shumë fort, edhe lu me 3 mbrojtësa në mes fush, don më mbrojt, don me prit ndërprej me sekondësume, ose çka, mirë po në takimin e fundit me Ferroniklin, për shembull, një lojtar nëse veç nuk kemi, se kemi Krasniqin, atëherë mos inkuadrimi Renametit, për shembull, unë besoj që kishme dhonë këtë ngjyrë tjetër ekipes. Mirë po ato janë vendime cilat treneri për merë, edhe mu po më pëlqen shumë
udhëhecia Prishtinës besimin që ja kanë dhënë, njëjtë si kur e Gjilani, domethënë besimin shumë të madh të trajnerit. Shpresojmë që mos dështojnë edhe për kup, për shkak se nëse në kup kishin me dështu atëherë, unë besoj që kanë me po vetëm me një farë krize shumë. Por ç'është është parashikimi yt, a rrezikon Prishtina për një me Europë Ligës a jo? Edhe a ka kapacitet me e kalu dritën ku për me pështu sezonin që te? Unë nuk besoj që rrezikojnë me Europë Ligës, për shkak se kanë shfaq lojë shumë të mira. Sidomos 2 ndeshjet e para unë kësaj sezoni kemi luajtur kundër tyre, agresivitetin që kanë pas, egon edhe dëshirën të madhe, presionin që na kanë bërë në ekip, domethënë tregon që ajo ekip ka shumë kvalitet. Disa lojtarë që vrapojnë shumë, janë të mirë shumë me topin, mirë po komoditetin që e kanë. Edhe mënyrën se si po shfaqen, domethënë rreziku më i madh janë vetvetja nëse nuk ndryshojnë në qasje në ndeshje. Dhe mungesa. Rion, flasim edhe me Rionin, kënë sheh ti prej skuadrave tjera të rrezikuara për të rënë nga elita, me që veç qëllimi juaj është për të pështu. Shikoj tabelën në herë, Lapi... Normalisht, prej vendit 4, ku është Prishtina, deri te vendi 9 Lapi, jemi gjithë rrezikuara, mirë po... Majnë rrezikun? Se rishkojmë ekipin tem që është shumë stabil edhe me ne që Ferizoj. Shton, po kush bjen se për me pështu Ferizaj të me radhë? E la Lapin duke argjinin të atje. Na do të pështojmë. Na do të pështojmë. A do më veç qaq? Ka rëndësi për Rionin. Mirë, do të shkojmë tani me marketing dhe do të rikthehemi për diskutu për ndeshjet e tjera cilat u zhvilluan në kuadër kësaj xhiroje. U rikthem përsëri në studio, tani do të ndjekim se çka ndodhi në Zair Paraziti në mes të Lapit dhe Ballkanit dhe rikthehemi për diskutim. Kampioni Kosovës Ballkani ka siguruar një pikë në ultim ndaj Lapit me rezultat 1-1 ndeshje kjo në kuadër të xhiros së 26 në Albi Mall Super League. Pjesa e parë u dominua nga ekipi Tahir Batatines, të cilët shënuan në minutën e 24 ku Ardi Tahiri realizoi nga penalltia për epërsinë e Lapit në 1-0 dhe me këtë rezultat përfundoi pjesa e parë. Goditja ti përfundon në rjet, Lapi në epërsi. 1-0. Në pjesën e dytë ishte Ballkani që ishte kërkuese në raste ku Kuben Inasio pati rast ideal, por Çoriç ishte në vend. E më pas edhe Sandej Adentunji tentoi të shënonte për pas sukses. Sandej shansi këtu, Sandej Adentunji temtimi ti. Ballkani arriti të barazonte rezultatin në minutat shtesë ku heroi Suarekasve ishte Adentunji që shënoi për 1-1 që në fund ishte rezultati përfundimtar i këtij takimi. Shkon në rjet ka barazuar Ballkani. Ballkani tani ka 44 pikë në pozitën e dytë, 13 më pak si lideri Drita, kurse Lapi pas 26 xhirove ka 30 pikë të grumbulluara në pozitën e parafundit në tabelë. Të dy skuadrat kërkonin fitor. E pam kronikën e barazimit të Lapit me Ballkanin, po filloj me ju zoti Sediu, a është gati Lapi me gjetë formulën e suksesit për të marrë maksimumin nga cilësia e lojtarëve që e ka tash në fund kampionatit? Realisht arvarëm, ne jemi edhe në gjiro dhe përfundon faza 3, fillon faza e fundit, edhe mendoj që tash formulat është vonë më gjetë. Formulat janë gjetë, deri sa janë gjetë deri me tash, ose janë gjetë ose nuk janë gjetë. Për shembull, sepse tash ekipet nuk kanë kohë për me kërku formula ndryshme, sepse kampionati është ka fundi, edhe e them, mendoj prej një opinionit tim, prej kondit tim, se cili ka drejt, ekipet si në aspektin taktik, si teknik që e kanë, si në gjitha këtu fizik do të veçsoj më rëmbojnë që atë formë që e kanë. Ato e kanë arritë që e kanë arritë atë formën, atë formulën e tyre në këto aspekte. Unë mendoj që tash kjo fazë e fundit është fazë ma shumë psikologjike. Ekipet cilat janë ma të përgatitur nga psikologjikisht munden me menaxhu me këtë fazë, sepse kjo është çështje fazë e presionit, fazë e cila normal nuk vjen më shprehje, normal dallon takim për takim përgatitur në aspektin taktik, por sa i përket ati krijimit taktikës, pjesë taktike të ekipit tonë, edhe teknik, edhe fizik, është aje që është, tash nuk mund është me ndryshu mo. Tash nëse i referojmë Lapi, do të thotë Lapi, nëse është, mendojmë që do të rigjej një formulë të re, për me dalë nga kriza, kjo nuk ekziston, është vonë. është çështja, është se sa mundet me arrit kjo, me menaxhu me këtë situatë, edhe si ka aftësi me gjithë formulën që o thashtë ju, me dalë për kësë situatë edhe me, sepse normal, ka kvalitet, po, mos të harrojmë me diçka. Lapi, gjithmonë, kemë thonë që ka kvalitet, po, këtë sezon, unë me dhe që Lapi është Lapi maj dopt që ka qenë, jo maj dopt të këtu në ligë,
Po vëtoj për ekipe këto vitet e fundit që ka qenë, është grupi lojtarë më i dobët që ka qenë. Paktën prej mendimit tem, prej opinionit tem. Sepse është ekipe cila shumë lojtarë të konsumum. A po menon me mënyrën që shpo luin ma të dobët se në krasën e të kaluara, apo me cilësi? Me fondin e lojtarëve cilësor, unë mendoj që ekipa e Llopit, jo me dobët anë ligë. Po të kuptoj që apo fletë, në krasën me Llopin e vitet kalume, 2-3 vitet kalume. Mendoj që është mas pakti ka grup cilësor tash se sa që ka pas ato vitet e kalume. Mendimi im është, arsyeja një, do thotë, nuk e ka një Selman, e cili ka shku në dritë, po 3 vjetë që ka shkuaj. Po mjede, po flasë, këto vitet e fundit, është ekipa, mendoj një ndër më të dobët, që ka pas. është shumë ekip cilësore, prap, por duke e referu vitet kalume, unë mendoj që është ekipe cila nuk e ka cilësin që ka pas vitet kalume. Të faktin për opinionit tim. Sepse ka lojtar, disa lojtar që kanë shku, Mosari ka shku dhe Krasniqi dhe ka shumë Krasniqi, mande mos të arrojmë që Valmer Aliu tek tash ka fillu më rikëtu në atë forme se pe lëndimit për asaj, Baftiju është atu ku është me oscilimet mëlaja. Një X. Me oscilimet mëlaja, pastaj ka lojtar paka shumë që janë të konsumum, mos të arrojmë, ka lojtar të konsumum, të ashtu du me jam në formë. Ja, s'ka nevoj. Ta replikoj pak lirisht. Unë po gjas për opinion të. Me qëtë se po i përmen trajner, mund është edhe me emra. Ja, vjetër atë jënë Besar Musolli, Antinamoni, Gjakshori. Po, këtu po thëmë. Kem lojtar cilët ka bojt barën kryesore, lojtar shumë cilësor. Po me që tatë, ju veni periull që është një farë, që i thoi me gjozone, zonë ndërmjet. Edhe mendojmë që mune ende me dhonë, po një farforme nuk e kanë muat gjendje tyre fizike për me dhonat. Këto kem edhe në Evropë, kem të Manchester City, kem De Bruyne, kem ato cilët, ende presëm ta, po ata nuk e kanë muat. Ka dole Polina vërë që me anë shprejhe që ajo? Ja, s'ka lidhe e për ka dole, nuk poliut ka dole. Po shqarësha që Llopi, unë mendoj që edhe me këtë ekip që ka normal që është dash shumë alartë me qenë. Trajner... Problemit të Llopit, mendoj une. Unë s'po mu keq kuptu edhe nga trajneri, edhe nga Tahiri, sepse e ka mik, edhe absolut kur që s'kom këte. Unë mendoj që Llopi, edhe Tahiri, mos ma merë për të keq për klasë. Pak të për mendimit e. Se edhe Tahiri, mendoj, duke po edhe pronësimet e tina, dhe kështu të sillet e tina, një farforme gjithmonë e ka një vetën shumë superior me Llopin në ligë. Edhe gjithmonë një farforme ka neglizhu rrezikun, kur nuk ka besu që mundet më arën këtë. A është e portokall drita e stash? Jo, ajo është shumë e gabumin një trajneri i cili me ndonë ashtot, sepse trajneri duhet e ka objektivin, e ka grupin e lojtarë ato që e ka, nëse e ka për një objektiv caktum, aje duhet me shfrytzu maksimalisht, por gjithmonë duhet me pas alternativat. Futbolli është i vetmi sport i cili mund demonton. Hinë kriz edhe me objektiv... Trajner, me qënë se e përmende fundin e lojtarëve, shumë shpejt, që bisedojmë edhe me tjertë, ku qëndrën Llopi, në cilën pozit qëndrën individualisht si ekip me lojtarë? Po, me këtë potencial që e ka. Ku eshe? Me këtë potencial, për mendimin tem, është vendi 4-5. Jo, ma shumë. Jo, absolut ma shumë. Do me thonë, po qëndrej ka ma mirë se ku është. Po them, mundet dikosh me më keq kuptu, mundet me mbet hatë. Jo, e qartë. Llopi, ka pas individ më të mirë për thu ma herët. Nuk ka kvalitet për ato objektiv që ka qitë vetet. Nuk ka. Kjo mundet profesori se ka drejt. Unë e them kështët. Nuk ka sulmos se ka atë sulmin e fuqishme që e ka pos. Unë e kam një stil tjetër, dhe më thonë, edhe për ata dhe Prishtina, kërikëtem të Prishtina, për ata dhe Prishtina ka veç barazime. Unë për veti, një ekipe cila pretendon me qenë lartë, edhe me qenë gajtin, një ekipe cila arsimi edhe këta trenerat që janë ende mund të qënë edhe lojtarë, unë e profim për shpiqu më lojtarë, por këta me ndonë në kuptimi. Si lojtarë. Një ekipe cila, sidomos, pavarësisht qysh vendoset në 2 vijat e fundit, një ekipe e cila nuk e ka një sulm, e cili ka shumë kreativitet, që e ka lojtarë cili mund të abot diferencë lojnë një me një. Ka be Gashionin lojtarit që mundet të abot diferencë një me një masun të Gashionin e kanë djek ma herë si që duhet. Gashionit i ka dhënë, se unë e kom përcjet, Gashioni ka qenë potencial i cili nuk është dit me menagju, me kvalitetit tina. Është për një me një zoro që kena lojtarë ma të mirë në ligë. Ama ndë gjithë tash Gashioni s'po lunë, që sale e s'është të lu. Absolut. Gashioni është djek. Gashioni nuk është menagju, sepse me talenta 3, kur janë talenta, që ka, do të me dit me menagju në kësi fazë, sepse më është një djek, është është djek. Nuk kanë dit me shvëdzu. Valmiri
me potenciali që ka, sepse pa dy krah të fort, edhe pa qendër fort është problem, ti mund është më mbrojt mirë, më është më ekipe e organizume që më mbrojt. Hajde ta dëgjojmë edhe trajnerin Sërmaxhaj. Nuk e shatë rëzishme. Si që në disa lojtarë të ri, Gallapeni, e moran përgjithësi, duhet me pas kujdes me menagjimin e tyre. Ata janë të ri, janë pa provoj, janë potencial, por nuk duhet mi ngrit në avo se shumë shpejt bim poshtë. Edhe mundët me depërtu dikush ma në atë etap. Andaj, mës menojna Versioni lunë Real Madrid, Gallapeni që lunë Juventus, e mës t'i bujna, mës t'i exagerojna senet. Më falë, trener. Jo, kur gjo, kjo është një temë shumë interesant, po unë nuk pajtohëm për shemë me këtë termin me djeg atin. Nuk është detyre trenerit me pjek, jo me djeg. Prandaj nëse Gallapeni ka mundësi me lujtë tanë lojën, nëse Azrolla ka mundësi me lujtë tanë lojën, edhe pa probleme. Kjo teme mirë për në emision tjetër, edhe klasin për Lapin. Edhe kjo Gashiani, mendoj që është dashtë me u pjek mirë, se Jali ka mjaftu shumë potencial. Sa i përket Lapit, përgjegjësi kryesor, që na ka prish prognozat neve, është treneri. Për asu se grupi i lejtarve është te 4 ekipet më të mira me Malisheven, me Ballkanin edhe me Dritën. A ka duru kryesia Lapit trajnerin ma shumë se Gjilani? Përja shto Krasniqin që ka ish. Që kjo nuk mundet më mund qitë paralele. Tani është deturën vijën e mbrojtjes. Mes fushës, me Namanin, me Musollin, Arno Ramadanin, me Ramadanin, me Baftiun, me Ergynin, Vit Sulmit, me Ardit Tahiri, Ahmet Januzi. Po, kë Gashiani, mas Gashianit vjen kë lojtari që lujti dhe sot. Iriu. Dëmonë, puna e trenerit është me nëzjerë maksimumin. Këtë vit, Tahiri ka dështu edhe do të luftojnë dhe i fund. Edhe që shepashën e lojën sot, kjo është shumë brengose, për asyus e në pjesë dytë, Ballkani e ka dominu totalisht lojën. Edhe ka qenë ekipe lodhën, që se ekipa kur është e lodhën, nuk vrapon për para. Ta vetëm ka vrapun mbrapa. Edhe momenti kur kanë barazuar rezultatit, kur dhjetë që Lapit bën presion, edhe lojën shtes, ata minëzi që rujtin rezultatin. Prandaj, për jashto grupin e lejtarve, për mu mas shumë të është brengose forma e lejtarve. E detyra trenerit është me i majnë forme më të naltë. A është të vërtet që ai grup ka dhe lejtarët më shumë, mirë po, a mundet që ata lejtarë me performu ma mirë, me qenë format në altë, jam shumë i sigurt që po, se nuk për njohas Valmir Veliu, nuk për njohas Baftiu. A nuk dëgjove, apo do në me i ikë përgjigjes. A e ka duru kryesia e Lapit trajnerin ma shumë? Kjo është pyetje marë për mu, kjo. Kjo është pyetje për Tahirin. Jo, Tahiri e trajnerin. Kryesin e Lapit është. Për Beqirin, jo për Tahirin. A është dashtë me ndru trajnerin Lapi, kër i ndroj krejt? Drejtori shkoj e ndimë që të krejt. Disa vita atje, trener që ka majtë me shumë sukses Lapin, këtë vit ka pas krizë. Këtë vit, jo viteve kër ka pas sukses. A dashtë me ndru kër i ndroj ndimë sa të kur shkoj drejtori. Trajner veç tu i zdu më përgjitë se Bajrami presionin në zhytje. Qëtë në pozicion të kesh? Se më në pozicion të kesh? Seriozisht do të të. Unë dhe një mërim e thonë jo. Kjo është krysia. Hajde të dëgjojmë edhe Kleonën e dja. Për qashtëve Tahirit, që ta e ka ndërruhe. Mos të arrojmë se Tahir Batatina, ose tash do të me bo disa paralele edhe, kur kritikojmë për dishka, kur... Performen e lejtarve është përgjes Tahiri. Mos të arrojmë se kontributit Tahir Batatinës, pavarësisht që është pjesë e familjes që e mbojnë klubin, edhe kjo pyetje jote nuk vlen për Lapin, do të nuk diskutojmë. Me shtrum paralele me Gjilanin. Po, e di, kjo pak ke me humor, po me gjithat, kontributit ti që ka dhonë, edhe suksesi që i ka bo, do të me ka meritat jashtëzakonshme. Është një trajner i cili vërtet e jep maksimumin në punën e tij, është shumë ambicios. Është një trajner i cili punon shumë. A përkon që ky grup i lejtarëve me qëton? Por në tjetër se ndoshta, një të kjo kriza. Tash, një trajner i cili ka bo suksese, ka bo të arrituna, ka punu shumë mirë, edhe kur është një krizë, tash vim të kjo pjesa, nuk do të thotë që me njerë tash me shkarku, nësë është një krizë, sepse është normale kjo me një këtë krizë. Po tash, e ka mërtu me që me konë këtë krizë, tash, në bostë paritetë që ka, normal që së ta profa nuk e ka meritu. Tash, ko fajtori du të më gjimë. Mirë po, nuk du të me njerë me kërku kokën e trajnerit, një trajnerit klubi, i cili kalon shumë vitet kalume dhere me tash dhe ka po sukses. Ndaj si Lopi, ashtu edhe Prishtina e kanë një sistem që janë fokusu ma shumë të kupa. Edhe mendoj që si Lopi ashtu edhe Prishtina nëse fiton kupën edhe del në Evropë është
sezoni veç një kupër. Jo, shumë mirë e ka. Shumë mirë. Me arrit Superligë me një stabilitet mirë. Po se ka të komoditet. Cilën e shema për para, më falni, te pjesa e kupës, përsa i përket që dënë ma shumë. E mendoj që Llopi është ma favorit se Prishtina. Se Prishtina, mirë. Pra që ka fitu 2 rodhës. Se përket kupës favorit është Drita. Po Drita e ka sigur. Letë sigurojnë bjetesën, mirë është. Se ndrem deshe të tash diçka? Situatat e Llopi është sui generis, për shkak se treneri është edhe kryesi. Nuk muna me kërkuna tash me marrë përgjegjësitë për vete ose llogari. Për shkak se ai merr përgjegjësitë sikur ka fitu, edhe kur dështon normal që duhet me marrë përgjegjësitë. Mirë, po unë e shoh fillim kampionatit kur kemi analizuar ekipet, Drita, Malisheva edhe Llopi kanë qenë 3 ekipe që janë konë më të konsoliduar për shkak se e kanë pas grupin 2-3 vite së bashku. Drita, pak ndryshime. Po, pak ndryshime. Gjilani, Prishtina, Soareka, gjitha ekipet tjera që kanë qenë pretendent. Po kriju në këtë sezon. Edhe është dasht, domosdoshmërisht me prit një kohë që ekipi mu komponu, me ardhë kimia, treneri me pas durt e veta që me mujt me punu. Mirë po, arsyeja pse Drita është shkput me pik, është fajtore janë edhe Malisheva, edhe Balkoni. Që ja u kanë bu më të letë. Edhe Balkoni është konsoliduar dhe ka pas shumë letar të ardhën gjatë cila domosdoshmërisht duhet kohë. Unë për Balkonin e shoh që ka një kvalitet shumë mirë, si në mesfush, si në sulm, si në defanziv, mirë po i duhet kohë, dhe besoj që vitin e ashëm, sezonën e ashëm, Balkoni mund me qenë përsëri mu kthy te forma ti. Mirë po Llopi edhe Malisheva, për shembull unë e shoh Malisheven që rrezikon edhe Evropën. Për shkak se me një ekip që ka qenë i kompletuar, me disa transfere, me përmisimet edhe në staf, mos largimi i Drilonit, mos largimi i Brutit, unë besoj që është dashur me qenë konkurrenti kryesor për Dritën. Driloni tashmë veç domethënë prej qershorit. Nuk i kemi pa këtë sezon edhe pse Drita është shkput, domethënë janë fajtorë këto dyja. Llopi mos flasim e ka pas një krizë. Se flasim për Llopin, a pajtohesh me atë që tha zoti Sidiu se e përcjell ligën që kot gjatë, një mirë skuadrat, a pajtohesh se Llopi në krahasim me skuadrat paraprake të Llopit këtë vit nuk është në atë nivel, edhe Hamdi Namani, Besar Musolli, Ilir Blakçori, Ahmet Januzi, a janë të vjetër për këtë nivel të lojës në Superligën tonë? Jo, nuk janë të vjetër, ajo është ka shpërfaq ikja Ilir Krasniqit, ka shpërfaq probleme shumë mëdha në mbrojtjet te Llopi. Unë Ilirin për shembull e kam njoft shumë mirë dhe kam ditë, nuk është leta që bën sy. Prej kohës së Kosovës. Po, nuk është leta që bën sy, mirë po është leta që kryen punë jashtëzakonisht shumë, edhe një leta e tillë i ka mungu jashtëzakonisht shumë Llopit. Tu po edhe lëndimet e Jasharit, edhe problemet që ka pas vazhdimsi, që s'ka mujt me zaventsu Granit Jasharit. Granit Jasharit. Mirë po, problemet pastaj, kriza që ka ardhur, ajo është pjesë e menaxhimit Llopit, mirë po kvalitet edhe këta lojtarë domethënë edhe këtë sezon e vitin tjetër kanë mujt me shtyr me një performancë mirë. Mirë, e përmendi trajneri Kita këtë çështjen që ekipet këtë sezon nuk kanë qenë shumë të konsolidume, po i përmendi me radhë pothuajse të gjitha. Llopi dhe Ballkani, a mendon që kanë qenë ndoshta këto më të spikatuna që i kemi pa më të çakordume ndoshta edhe kemi pas pritshmëri më shumë prej dyjave? Shumë e vërtet to që tha trajneri Kita, sepse edhe Dritës ja kanë jep një komoditet, sepse me qenë Ballkoni, që ka qenë vitin e kalum, apo që ka qenë Pemi edhe Malisheva si vjet, i kanë jep hapësirë Dritës që me orë diri të kjo, sepse Drita nuk ka shumë konkurencë direkt. Kisha me thonë që mundot mi bo bolla apo me konkuru për titull. Se qysh prit fillimit sezonit, Drita ka fillu gradualisht, edhe ju ka ik me pik. Dërso këto ekipet që kemi menduna si Ballkoni, Malisheva, kemi mendu që pashtu edhe Soareka, Gjilani, do t'jenë një orë me e fort që do t'i bojnë boll, ekipeve pikrisht nuk mujtën mi dollë Dritës që me mujtë, sepse Drita gjitha këto rivalet, ja i kanë poshtja barazim. Nuk i kalon, nuk i ka jep një fjallë popullore që tojnë shpres që i morë deri të konkurenca. Soj përket Llopit, do të me përmend për shembull edhe përforcimi më i madh i Llopit si vet ka qenë portieri Çorić. E shumë që shumicën e rasteve e ka shpëtuar edhe për disa disfotave. E dim që çdo klub i madh mundot me pas edhe ata që shtojnë një fjalë popullore mos luajnë e vet. Se pa të përmend edhe trajneri Tahir Batatina si shako tha, edhe Manchester City tha është luajtë nas, ja dën gjithë ata lojtarë. Po dikon do të mua është e vërtetë, por pikërisht isha pajtu pak sepse unë mendoj që fokusi
ma i madh të Llopi dhe të Prishtina që pëndodhen dhe këtu, mendimin e kanë pikrisht të Kupa, të Evropa. A nuk pe din që janë rrezik, sepse shumë e rëndësishme cek, sepse për mendimin tem, ma përpara isha fokusu të liga, të mbjetesa, se sa me orë deri të finale a Kupës, se nuk ditë se aty e ki dritën, e ki një Drenicë që nuk orë, asë është deri aty. Në Kupë gjithmonë ka befasi. A është favorit ndaj Drenicës? Pikrisht që është favorit. Por tani deri të finalja, kur kush nuk të japë komoditetin... Arsimi të mjap Kupën Drenicës, që shpo... Jo, nuk të japë komoditetin që kemi marrë Kupën pa tjetër. Por pritshmërit tona kanë qenë, gjithmonë para fillimit kampionatit, kemi thonë që me kvalitetin që e ka Llopi, nëse nuk e ka për Evropën, është dështimi sezonit. Edhe pajtuat me këto besoj edhe treneri, po dhe gjithë ata që o dheqin. Mirë. Do të shkojmë tani me njerë me ndeshjen tjetër, e cila është në mes të Suarekës dhe Malishevës dhe rikthehemi për diskutim. Suareka ka fituar ndaj Malishevës me rezultat 2-1 në ndeshjen e vlefshme për javën e 26 në Albi Mall Superligën e Kosovës. Ekipi Miraliosës ka shfrytzuar terrenin vendas për të marrë 3 pikë shumë të vlefshme në luftën për mbjetesë. Pjesa e parë e ndeshjes u karakterizua me lojë të barabartë nga të dyja skuadrat, të cilat krijuan në rast të shënimi, por pa arritur t'i konkretizojnë dhe shkuan në pushim bara 0-0. Në pjesën e dytë vendasit ishin skuadër me konkrete, pasi 2 nga rastet e krijuara arritën t'i shndrojnë në gol, ndërsa mysafirët arritën vetëm një herë ta tundin rrjetën. Goli i parë i ndeshjes erdhi në minutën e 57 me anë të Enet Kodra, i cili shënoi për 1-0, ndërsa me Vlan Zeka në minutën e 85 u përkujdes për epërsin 2-0. Në minutat shtesë, Malisheva gjeti golin me anë të Drilon Hazrollajt, i cili shënoi për rezultatin përfundimtar 2-1. Pas kësaj fitore, Suareka ngjitet në pozitën e 6 me 32 pikë, ndërsa Malisheva mbetet e treta me 41 pikë. Në ndeshjen e ardhshme, Therandasit udhthojnë te Ballkani, ndërsa Malishevasit e presin Prishtinën. E pam kronikën edhe nga përballja ndërmjet Suarekës e Malishevës, qëndrime që të kemi në studiu të përfitojmë ka ky rast për të folur për periudhën tënde që e patë në krye të Suarekës. Çka realisht nuk funksionoi gjatë kohës që ishte Suareka u ndru kryetari, u larguan disa prej donatorëve të klubit, riorganizim, sa ndikoi krejt kjo në lojë, në fokus të skuadrës, në punën tënde dhe në rezultatet që i keni marrë? Një, atër si s'dijet unë ka mesit e torit, të më thonë jam emru si kryetrajner, do cila kur kam shku aty ka qenë ekipi i formuar. Mënyra se si është formuar ekipi ka qenë për shkak se aty kanë qenë 6 donatorë, cilët kanë pas një drejtor sportiv, një drejtor teknik, edhe kanë largu shumë lojtarë që kanë qenë bazë e suksesit në kuadru në Super League, kanë marrë shumë lojtarë të ndryshëm, prej venet ndryshme, prej kampionatet ndryshme që se kanë njoftë kampionatin, edhe është largu një trener për arsye që unë nuk është pjesë e me për me o diskutu. Mirë po momentin kom shku unë e kam gjetë një ekip që i ka pasë cilësi, edhe kemi punu jashtëzakonisht shumë për më arrit dete stili lojës e mënyra se si unë e kom pa. Kemi arrit me bo lojtë mira, kemi arrit me poshtë Prishtinën, kemi... Po më në fillim ku shkova, kemi pas pak vështirësi të komponimit, të dëshira për fitore edhe realisht jam fokusu shumë që ekipit me dhonë shpirt edhe kemi arrit me bo një fitore me rikëthem në kup, me 3.89, e më poshtëm Malishevën në shpe, e poshtëm Llopin në shpe edhe firtova një bindje që ekipi e arriti... O kryon identitet? E kryum identitetin që une e kom pretendu, edhe 10 orë e morëm një lajmë që një pjesë e kryesis, 2 donatorë të kryesor u largun, edhe donatorë që metën aty u dashke më arrit dete një farkoventi, ne veç e kishim përgadit listën e lejtarëve që na kanë dashtë arsyet edhe pikat ku unë i kom pa nevojshme që me mund... Përforcimeve për më ndonë? Përforcimeve që me reagu, që me përmisu ekipin në ato pika që unë kam pa të arsyshme, edhe mirë po kalimi pej një pjesët kryesis të kjo kryesia re murko për shkak se u dashtë më majt një farko vendi, edhe realisht ajo zgjati ide në afër përfundimit të fazës përgatitore kur ne ishim në Turqi, edhe pasi u bo kryesia re erdhen me një vendim që
ne nuk mund me pru lejtarë tjerë, kjo është grupi që na kemë, edhe pse disa lejtarë aty veç ju ka pas konfirmu që ne nuk llogarisim të ju edhe duhet me gjetë ekipe tjera, gjatë cila dhe ata kanë bet aty. Që nuk kemi pas mundësi me ndiku. Të komplet organizimi i klubit ka ndiku në performansën. Edhe pse, domethënë kam fjalë shumë mia, për shkak se edhe kryesia re që ka mbet, kanë tentuar jashtëzakonisht shumë, kanë bërë përpjekje shumë të mëdha që me na nejt gati edhe me çështjen financiare dhe me çështje tjera, mirë po nuk kemi mujt me afru lojtar. Pa marrë parasysh kësaj, unë kam vendosur edhe me ekipin që kam pas potencialin që kam pas me kriju një ekip për me vazhdu kampionat, për shkak se kom besu të cilësia aty e lojtarëve. Kemi bo një fazë përgatitor shumë të mirë, paraqitjet në lojën miqësore janë kanë shumë të mira. Jemi ardhur në kampionat, lojën e parë me ndeshje me Prishtinën kemi bo një rezultat pozitiv 2-2 në Prishtinë, edhe pjesa e dytë ka qenë e dominuar prej nesh. Pastaj kemi pësu një humbje në kupë edhe kemi pësu disa humbje brenda gjatë cila shpirtin luftarak nuk mëshëm me e gjetë e ekipi, gjatë cila pastaj mu ambienti që u kriju dhe besoj që ishte vendimi mëse i drejt që unë me nshu rrugë dhe aj ekip me fërmundri. Qëndrim prej mënyrës që shnise me tregu rrëfimin e krijimit skuadrës, te kanë qenë 6 donatorë që kanë pru lojtar. A i vjen kjo që në një farforme në mënyrë indirekte, po thu që si projekt komplet Suareka në Superligë, nuk është punu në formën e duhur, edhe për atë arsye mungon identiteti, mungon ajo harmonia brenda skuadrës. Ajo nuk më takon mu me thonë, mi po indirekt është për shkak se nuk është ndërtimi. Kanë ardhur lojtar sipas preferencave të ndryshme të donatorëve, afërsisë që kanë pas me ata futbollistë në momentet të caktuara. Është e vërtet, mirë po ajo nuk më takon mu me fol, mirë po a ka temelat, baza e ekipit nuk është ndërtuar si duhet, ajo është shumë e vërtet, për shkak se ka shumë lojtarë që kanë arrit nivelet mira, janë bërë kampion, ka shumë emra, mirë po ka shumë pak punëtor, edhe gjë e cila domosdoshmërisht është dashur me u mendu në fillim. Edhe me u mendu në fillim, mirë po edhe një kohë më e gjatë për me mujt kimia e atij grupi me ardhur deri në nivelin ku atje. Mirë, shkurtimisht them që asnjë lojtar për shembull aty nuk ka qenë dora imja që unë kam afru. Këtë është si ke gjetë, ashtu është imponuar edhe një janar, edhe gjë e cila për shembull pozitat që më kanë dashur jashtëzakonisht shumë në ekip. Cili lojtar e ke kërkuar me që veç pole që ke kërkuar disa lojtarë që s'kan ardhur. Tashmë se veç u krye ajo punë, s'kan ardhur. Mundesh me dhëna emër, kënd ke dashur me marr Suarek prej Superligës sonë? Nuk kisha pas qef, kam pas 3-4 lojtarë që janë konë. Në çfarë parti? Po në mes fush, në krah, domethënë ka qenë, për shembull aty është një mesfushor defanziv, prej 25 lojtarëve është vetëm një mesfushor defanziv. Edhe më ka dashur këtë sezon një qendër mbrojtës me marr, me qitë mesfushor defanziv për shkak se ekipet na kanë dominuar gjithmonë. Për shembull, ki mesfushor me tipar shumë të mira sulmuese, mirë po në defanziv nuk mund të kryjmë punë. Nuk ka mujt me kap. Një pyetje direkt trenerit, po duam ja bëu, po ti nëse e ke pa që s'po mund me ti përmbush ato përforcime. Pse e ke marrë ekipën çan gjendje? Kë e ka marrë para praktikë. Po e ka marrë, po... Me shpresë, nashta me shpresë ndërhyva, unë me shpresën që ka me i marrë një janar. Sema, e to e thanë, fund të fatit kalimtar ka ndodha. Fund të fatit kalimtar një janar. Okej. Edhe ti e ki pashti, këtu kur foli kë? Jo, ne kesh këtu, po... Dështë i është premtu që një janar i merë, për atë arsye. Suareka, une kemi thonë që studio, që potencialin edhe lojtarët cilët i ka, mendoj që ka me qenë 4-shën e parë. Pse e kom thonë këto? Duke marë gjithmonë parasysh se ka lojtare përmendi treneri kampion, ka lojtarë që kanë lënë gora evropiane, ka lojtarë me provoj, ka lojtarë shumë tri. Por, unë mendoj që është e ngushme se nuk shkuhet prej ligës të parë, Super League me kërku me njëherë me çdo kusht. Nuk ka ndalë publikisht me thonë që pe lypëm titullin. Po mendja ime është që ata sigurisht Evropën kanë dashur me lyp me qëtë potencial. Edhe, çka është me e keqa, sepse ngritjen e çmimeve pikërisht, më të madhen që e kanë bu është e Suareka. Te lojtarët. Jo, tem që du me diskutu me klubin, ma shumë se sa me trenerin. Se ti pe ngrit për shembull çmimin e lojtarëve, atëre po munduosh ekipe tjera, realisht pak milion anash, se ke shku me domos me kap Evropën. Unë mendoj që ka ndodhur verën e kaluar para se kita tjetë
pjesë mirë dhe mirë, unë e fletë në përgjithësi për Suarekën. Po, a është dështim për Suarekën, unë e mendoj që është dështim. Së në mbetni, së mund është me mbinë gjithë ato investime, gjithë lojtarë cilëcur, se Krasniqi është super lojtar, Boshnjoki është super lojtar. Ki aty Zeka, Golashenus, në gjitha ekipet ku ka qenë, ka lojtar shumë të mirë. Pse nuk ka dejtë e rezultati, unë pikrisht mendoj që aty nuk ka qenë shoqënia e shnush. Brenda ekipës, ka posë silime, ka posë ngarkesa psikologjike, ndoshta edhe gjelozi mes lojtarëve. Treneri e tha më herët që s'ka pas kimi në ekip. E po, pikrisht që treneri s'munët me dollë hapë pasi me thonë gjitha, unë e mujë kjo është arsyeja në momentin që unë e kom pa që një ekip kundërshtar, këtë rast Dugagjini, vjen shpe edhe rapon ma shumë se ti, fiton duele ma shumë se ti, e dënë fitore ma shumë se ti, ta përmbys rezultatin edhe ty duket një gjë normale. Shamë ata unë e karakteri jam nuk muj me përbalu, edhe kom pa të arsyeshme që në momentin që një ekip, unë si trener nuk kam dorë për me përmisu si aspektin taktik, teknike, gjitha këto që ka i duhe një ekipet, ata e kom pa shumë të arsyeshme për shkak se gjitha investim, gjitha punë që është dëbo, është gjëna me shku poshtë. Edhe domos dëshmërisht, unë e para ndeshjet me Gjilanin, kur e kom pa situatën se si po zhvillohet, e kom lyp një takim me kryesin edhe e kom njoftu që okej, është ndeshja radhës, nëse ne arrim me mposht Gjilanin, e kemi një ndeshje në Fejzaj edhe presim Ferroniklin, gjithë të tëtë kemi mundësi për 3 ndeshje me minimum 7 pikë me marë, mirë po nëse ne nuk mujmë arrit me mposht Gjilanin, dhe nëse ekipi nuk e ka egon shpirtin luftarak, se ti mund është me punu taktikisht e teknikisht, ashtë trenerijat janë këtu, nuk mujmë me majtë ligjerata, sa të dush, për përdej sa nuk ekziston dëshira për me marrë një fitore, atë është e pa mund që me treneri me mujtë me përvalu. Që kjo dëshira mundet me ndërlidh edhe pak me pjesën që ekipi, do me thëmë vetë si ekip, është tashmë vetë se i kryuar edhe nuk e kanë klubi, edhe nuk e kanë atë ndjeshmërin. Ne folëm për Fejzajnë. Po, që është totalisht ndryshe. Drejtorin e ka të Fejzajt, trenerin e ka të Fejzajt, 80% e lojtarëve janë të Fejzajt, edhe deshte këta kanë një angazhim të jashtëzakonshëm. Jashtë edhe kësaj. Te Suareka është e pamundshme me qenë edhe për momentin, për shkak se është themelu shumë vonë. Trener, deshta veç me të pyet shkurt, a ka qenë vështirë me menaxhu ekipën e Suarekës? Absolutikisht. Tek që ka qenë e vështirë kjo. A din ku deshta më dërlidh, se po ja bëj edhe si gjysmë përgjigje. Lojtarët që paguhen kaq shumë, lojtarët që vinë prej ekipeve si Vllaznia, Shkëndija Tetove, se ku ta diune, nuk është edhe letë mi menaxhu. Them drejtën, se ky e përmendi shumë herë, ndoshta ndërtojza që menaxhimi shumë aty e dim. Në atë aspekt nuk ka qenë hiç e vështirë, për shkak se asnjë lojtar aty nuk ka pas problem me trajnerin ose edhe me kryesin. Po. Unë jam kon shumë i kënaqur me mënyrën se si jemi trajtu, për shkak se filozofia ime është që marrëdhënia ime me lojtar duhet me qenë respekt reciprok. Nëse unë ty të respektoj, atëherë dhe ti më respekton mu me angazhimin në fushën me këtë tjera. Problemi është që në momentin kur ne në një ndeshje, ekipi vjen atë fazën kur duhet me sakrifiku shumë, duhet me dhonë shpirtin fushë. Dhe kur është gati për ato? Po, edhe aty lojtarët nuk e jep kukush një hap ma tepër se për lojtarin bashkë lojtarin, për shkak se jo për shkak trenerit, jo për shkak klubit, mirë për shkak të egos personale që e kanë. Në performancë majtë se klubi. Qëndrim, e një mirë ligën, e një edhe ma mirë ekipin aktual të Suarekës. A rrezikon seriozisht Suareka me rapi ligës këtë sezon? I ka veç 2 pikë ma shumë se vendin në që kërgën direkt. Sët Bajrami sët kam i qitë krejtërin. Jo, në veç po pës. Jo në veç 2 pikë për mi lapin që është në qitë, marë. Ndëgjom, nëse... Qisën e ligës. Ka vendosë mi qitë sonte. Bim vetë. Nëse a ekip ose lojtarët arrin me reflektu, arsyeja pse unë kam dhënë do heqë është që ekipa me reflektu në aspekt pozitiv, me pa që egot personale nuk bën më qitë para të mirës për që të shme. Para grupit ose para klubit, për shkak se kur dëmtohen tani përsëri kime pësu kesh vetë. Nësa ata arrin që egot personale me largu edhe me arrit me bo grupin edhe me luftu njëri për tjetrin, nuk e kanë problem.
Mi po nëse vazhdoj me problemet cilat ne e kim pas atër, tabela edhe pikë të rrezikojnë. Po, trajner, një situatë e tillë të Suareka, gjë që ndoshta në fillim sezonit nuk është prit, ka qenë një entuziazëm krejt tjetër, po si duket një klub i formum rishtaze është problem të qëndroj edhe kur ki individual prej lojtarëve goxha të mirë, dik. Se kemi lodh pak qëndrimin, në fillim e tha me një fjalë. Ekipit i ka mungu shpirti. Edhe tash me një ekip ku ka shumë cilësi individuale, duhet krijosh një ide kolektive, ajo nuk është bashkëlet. Të marrë parasysh për shembull qëndrimi ka qenë te Malisheva, unë këtu mund të deklaroj që Malisheva është ekipi më i lehtë për të udhëhequr për trenerët. Në Kosovë nëse është një ekip për të udhëhequr, për cilin do trener është ekipi i Malishevës për arsye se grupi i lojtarëve ta mundson ato. Ndërsa kur shkon në klube tjera që kanë lojtarë që kanë kalu një karrierë shumë suksesshme, atëherë ideja dhe puna më e vështirë është që çato cilësi individuale ose çato ide individuale me i bërë në ide kolektive, prandaj këto ardhja e cilësive edhe mos ndjenja e asaj ndrese se është klub rishtazi, këto janë determinante të Suareka, tani kanë një trener që ka shumë përvojë, edhe mendoj që njeh edhe grupin e lojtarëve, prandaj në këto situata mendoj që përvoja është kruciale, sidomos kur vjen pyetje me udhëheq lojtarët që kanë shumë ego, edhe cilët përtej punës taktike dhe fizike kërkojnë edhe një respekt edhe një qasje edhe ma shumë psikologjike. Prandaj mbetet me u pa nëse Josa arrin me nxjerr maksimumin nga ky grup i lojtarëve, për ndryshe përjashto ato që tha qëndrimin, ndoshta ka pas nevojë 2-3 pozicione me pas, mirë po grupi futbollist ka. Po grupi ka cilësi individuale të mjaftueshme për me përballu këtë kampionat. Sot e si deu, që është komplet këtë situatë? Një klub që organizohet me shumë entuziazëm, pretendimet larta edhe përfundon në këtë formë, edhe pse akoma jemi në fund kampionatit, po vjen në këtë situatë që është Suareka tash shumë kosi. I ndërtuar mbi egot shumë futbollistëve që janë dëshmuar cilësorën të kaluarën. Këtë që këto janë disa gjëra të cilat ndoshta tash në kohën moderne mundem me na demantu, mirë po janë mendoj reale edhe të vërtetume. Ekipet cilat aq shpejt organizohen, do thotë, mund të themi në mënyrë pak më shumë artificiale, edhe ekipet cilat me gjitha ato investime që tha marrameshet ku i thyen edhe standardet e merkatos, që tha Arsimi që ceku shumë me vend, edhe hynë Super League. Nuk mjafton pastaj të vetëm organizimi mbrapsht, se ti ke hyrë në nivel krejtësisht tjetër, ku ti absolut nuk e ki përvojën, sepse ti mundesh me pas lojtarë sa dush me marr, edhe lojtarë kvalitativ gjitha këto, po lojtarë cilët ti i ke marrë për një herë, do thotë, lojtarë që nuk kanë qenë një kohë caktume bashkë, sa do me qenë kualitativ, ke hyrë në nivel shumë të lartë kur s'ke qenë asnjëherë, pavarësisht që lojtarët kanë qenë, po klubi si klub nuk ka qenë. Edhe pastaj, ti mundesh me pas sa do kvalitet madh. Mundesh me pas organizim, mundesh me pas mjete financiare, gjitha ato mos e pas problem. Por krijimi i një lloj historie të vogël në një nivel të tillë si Superliga, mendoj që duhet ata është dashur me mendu këtë aspekt pak më shumë, mos me qit vetë gjitha ato objektiva, sepse ne i kem këto edhe tash ne do me shkuatje, me qenë më të kujdesshëm, me qenë mënyrë ma reale me na gjugjanët, edhe gradualisht me atë fuqin që ka po si financiare, si kvalitet, mu stabilizu fillimisht, me fillu me kriju një lloj eksperiencet Superligës, ne vetë apo 2 vite, pastaj me pretendu për ato. Mendoj që ai presioni që ka vu vetë vetit, me njëherë, si jënë promohu Superligë, mendoj që ka ndiku kjo. Se mos të harrojmë, kur ka fillu kjo artificializmi që po them, kur ka fillu kjo problemi në momentin kur janë ro nga kupa më duket, ato ka dhënë dorëheqje kryetari? Jo, para prakesh është largu. Pas gjysmë sezonit.
Paraprakisht, sezona parë dhjetor. Sezonet. Dhjetor. Kemi kon të kualifikuar Kurse në kupjen eliminu në Dekon janë eliminu në pas një dështimi, ai ka dhënë ndërhekje, do thotë. Ka qenë një periudhë. Unë mendoj që i kupa ka qenë, nuk e di. Jo, kupa ka qenë shkurt, ai ka dhënë ndërhekje vitin e kaluar në dhjetor. Moment tash, tillë kur ata nuk e shkojnë vetën atje ku kanë bë. Edhe e shet që kryetari klubi Edoriç ato e shet që do thotë ata kanë pas ambicie. Gjërat nuk janë shumë serioze. Ambicie jo reale, edhe nuk ka shtyp serioz do të në kuptimin. Ato është dashur me hi me një projekt më afatgjatë do kur e kanë atë fuqi, domethënë edhe çdo trajnerit këto më dhon kohë. O më shumë këto. E tash. Edhe një gjotë i kësha dosh me cek, nëse kam kohë. Okej. Po, se jemi pak në fund. Që ato problematika që ceku tash mrena në klub, tek lojtarët shtaj, lojtarët me bagazh, lojtarë kësi këtë. Ato e shë një problem. Pse s'ka funksionu kjo? Trajneri ceku nise, edhe prej përvojës time, do të se e respektoj edhe di që kë nuk më kesh kupton, po është një përvojë edhe trajnerit tim. Një moment tillë kur një trajner kjo ceku unë vetë jam asë tipi, që relacioni me lojtar e krejë shumë mirë. Du me pas një relacion shnosh, me besu njëri tjetër, apo të ne. Mirë, po çaj relacion kur nuk është reciprok. Këto për i përvojës që e the. Kur ti e jep gjithçka për lojtarin, edhe lojtari nuk jep për ty, atëherë duhet më ndryshu. Atëherë është problemi yt pse nuk është se jepet maksimumi. Trajnerët është ato. Ato duhet më ndryshu qasin, sepse ki lloj-lloj karakteresh. Edhe ta ti duhesh më studiu. Nuk e don profesori kështu, e do në risi kështu, e do në kështu. Në bast karakteri të tyri të dush me gjithë formë me. Nëse një lojtar, sepse ku problemet e na kryesit, more men, kjo është një diçka që është eventuale. Edhe me siguri ka ndodhur ato. Shumë problematika më e madhe është tek ajo organizimi jo profesional i klubit, ku hierarkia nuk funksionon mirë, sepse kryesia ka raporte me lojtar deri në atë nivel ku nuk është e lejueshme. Pastaj kryesia në kësi raste, edhe trajneri kur do të më marrë një vendim më ekstrem, ta ato është edhe maksimumi, nuk e ka për krajin e kryesisë, po e kanë lojtarët, edhe tu pastaj vinë ato probleme që lojtarët nuk e dhunë atë maksimumin, edhe normal që trajneri gjithmonë e bëjë. Po veç në këtë rast trajneri s'ka faj se Jo, pse ka faj? Po se ka mbështetjen e kryesisë, kryesia është direkt me lojtarin. Në ato momente kur e konsideron që që të dhënë disa maksimumin. Ky mi dërmo ato mosa që ti i takon si trajner, mosat më rigoroze, e pastaj edhe kur të largohet realisht edhe kështu mënyrë pak ma jashtë, ma indirekte, edhe opinione kupton problemin pse ka dhënë dorë. Më doj që është dosh si raste me ndiku trajner, si jemi krejt më shkurt. Suareken mendoj që kryesia ka marrë mosat me pru lojtar shumë kualitativ. A kanë qenë lojtar që i është dasht... Do me thonë kam pru individ, po s'kan bo ekip. Mirë po, a është dasht ai karakteri i lojtarëve me qenë, s'kan bo ekip. Është pikpyetje, ndërsa saj përket asaj për me pru lojtar kualitativ, ata kanë mujtë me pru lojtar kualitativ, vetëm duke i pagu shumë a shumë se të tjerë për arsye se ka qenë ekipi i ri. Prandaj mendoj që ata kanë kryer një pjesë vetën të mirë, a kanë mujtë me i zgjedh lojtar të dur për shkak moshës, për karakteret edhe pozicionet. Ajo është pikpyetje mirë, po ajo është një ekip e ndërtuar për cilësi, për të dalë kampion e pastaj për me mbet ligë. Se nëse ndërtohen këto ekipet që hinë Super League shumë fort, pastaj mund Mirë, kemi bisedu ma herët për Prishtinën, po e ndjekim kronikën e cila ka të bëj me ndeshjen që e ka zhvilluar në Fadil Vokri me Feronikelin 74, atje ku Rën Raçi pas gabimit që e bëri, e përmirësoi veten dhe ja siguroi fitoren Prishtinës krejt në fund. Skuadra Prishtinës ka shënuar fitoren e parë në stinorin pranveror të Albi Mall Superligës së Kosovës në futboll duke mundur skuadrën e Feronikilit 74 me rezultat 2-1. Pjesa e parë u karakterizua me raste të shumta ku të parët në përsi kaluan mysafirët të cilët shënuan nëpërmjet Suhel Muharrem në 1-0 kur po zhvilloi minuta 37. Në fund të pjesës së parë Prishtina arriti të barazoj shifrat nëpërmjet Aksel Gnapit që realizoi për 1-1 dhe që ishte rezultati pjesës së parë të këtij takimi. Pjesa e dytë ishte me më pak raste, me vendasit të cilët u hodhën në sulm për golin e fitores dhe këtë arritën në minutat shtesë kur Rën Raçi shënoi për 2-1, që ishte dhe rezultati përfundimtar i kësaj ndeshjeje. Prishtina pas kësaj xhiroje ka 35 pikë të grumbulluara, kurse Feronikili 74 vazhdon të mbetet në pozitën e fundit me 14 pikë të grumbulluara. Një janë shifrat në Fadil Vokri. Një gol i vonë i kësaj pjesë të
E pa matë se që ka ndodhi në Fadil Vokri dhe krejt në fund do të flasim me Erionin edhe rreth asaj se çka do të mund presim nga vetë Erioni edhe nga skuadra e Ferizajt për këto xhirot e mbetura. Sa i përket klubit, besoj që këna me vazhdu me tregu rezultate shumë të mira, kurse sa i përket personit në fjallë, Erionit. Po, personalisht për juve. Personalisht për mua, besoj që me vazhdu me gola, me formën e mirë, që me arrit me ndimu objektivat e klubit, so ma latë. E bu pa jiri mësë me mjetë liga, rem Ferizaj edhe në ligë para jo? Ok, di, besoj që kam i qëndru shumë bes në klubit. Si lojtari Suari ka personal, kishtë dashtë me pas. Që mja kalu lotë, Edonit. Këto e ki muzara, këto pas objektivi personal.Ës nuk është letë? Po nuk është letë, po ashtu shua pa aftë mirë kë. Mirë, ne po i falenderojmë gjithve këtu në studio që ishit me ne në këtë ditë veçantë, në këtë ditë Bajramit. Faleminderit Erionit, ishte kënaqësi edhe suksese me skuadrën e Ferizajt. Faleminderit Trajner, ishte kënaqësi, suksese më tutje. Arsim, si gjithmonë kënaqësi. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Sediu nga ju dhe zoti Sërmagja, faleminderit po ashtu. Asi ishte dhe për ne. Ka që kishim nga ekipi A për sonde, ne sigurisht do takojmë javën ardhshme për sëri. Faleminderit shumë, natën e mirë dhe mirë mbetëshi.